Miq të Piskut dhe miq të Pisk System dhe të Aleksit, ju përshëndes. Ja kur I takohemi sërish në këtë takim tonin të përjavshëm, çdo ditë mërkure, por për ju në YouTube nuk ishim live sot për disa shkaqe. Se dim. Më mirë të themi se dim. Sa merrem me këtë. Ka hipoteza, po I lëmë njëna. Po I lëmë janë këto, kështu që po e bëjmë regjistrime, do ta japim pak më vonë. Do të jetë në YouTube në kanalin Pisk, prap duke uruar se edhe këtë se dim. Do ta hedhim dot apo jo. Kam përshtypjen që hajde të shohim zoti para tani se me këta që janë Blex. Ne sot kemi vendosur flasim për një temë që ka qenë shumë e bujshme ditët më parë, u komentua shumë, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në mbar botën. Skandal, do ta quaj skandal. Sado që ne titullin sot e kemi vendos ritual apo spektakël. Ishte jo ftesa ose ardhja e Kanye West, 4.2 milionë euro që doli Rama vetë duke thënë që do japim këto 4.2 milionë euro për të shpëtuar te koncertin për shkak se nuk po bliheshin biletat dhe mos me krijuar një imazh të keq për Shqipërinë dhe mos folur keq nëpër botë për Shqipërinë. Duhet ta shpëtojmë ne këtë që të vijë gjithë bota e tjerë këto laj lulet që thot ai, po ndërkohë që askush nuk flet ose vetë Rama nuk e tha ose tha qëllimisht e 4.2 milionshin, ndërkohë që nuk flitet se sa lekë është investuar për të ndërtuar këtë stadiumin, për të bërë ky spektakël ky koncerti I Kanye West që janë hedhur 60 milion euro për ta ndërtuar atë. Pra, vetëm në këtë lloj investimi janë 65 milionë euro, ndërkohë që Rama thotë që do të kemi fitore shumë të madhe, do të ketë një fitim ekonomik e Shqipëria. Nuk e di, presim që të na dalit, na thotë siç na tha për investimin që u bë për këtë, na thotë tani se çfarë fitore kishte ky koncerti I Kanye Westit. Pra që ne me Aleksin sot, do thoni ju Kanye Westi erdhi, u zhvillua koncerti, çfarë po flisni akoma. Por do flasim për atë se çka ndodhi. Ne kemi folur edhe të para të pjesën e investimit 4.2 milionë euro dhe 60 milionë euro të stadiumit që u bë, por sot do të flasim pak edhe për atë se çka u bë shfaqje kaq e madhe që njerëzit nxorën gjithë telefonat, kush të tregonte I pari që kemi ardhur tuk e Kanye Westi, të lyer, të parfumosur, gjëra të tjera. Ku diun? Tuajt ishin më shumë se miq që nuk shkuan shqiptar. Patjetër edhe shqiptarë që ishin detyruar për të shkuar atje. Çfarë mesazhesh, Aleks, ne të rrim ke ajo rubrika jon, ke Pisk System. Pra ne kapim ato gjërat që kapim sistemin Pisk, domethënë, këtë sistemin që na shesin ta, ne kapim Pisk. Dhe ajo se çka pam në këtë shfaqje, është çfarë mesazhesh kaluan te koncerti I Kanye West. Pra ne shohim përtej kësaj shfaqjes. Gjithmonë ai qëllimi, përtej skenës, përtej perdes. Pra pak më herët më thoi që ka pas shenja ose demonstrime të ritualeve. A mund të na I radhisësh dhe cilat kanë qenë ato? Gjithë spektakli nisi me full simbolika. Atje që të veshja e këtij tipit aty, që në mënyra e asaj që uniformës që ai zgjodhi për të bërë shfaqjen. Si lecka mandoli, si ata që gërmën ato koshtat, ku dëgjon ashtu e kisha të veshin ai, ajo e ecura, ku dëgjon nëse. Tani shfaqja ishte u zhvillua duke treguar një glob. Aty po shikoshim gjysmën neve, po kuptohet që I referohej gjithë globit në tërësi. Edhe për shembull, pse pikërisht zgjodhi për të treguar tokën, planetin, dhe jo diçka tjetër, për shembull një pjesë të natyrës, në një oqean, diçka në një pamje relaksuese, në zogja, ku dëgjon. Po pikërisht gjithë globin, gjithë sferën. Sfera, jo sheshet. Edhe ky tani që po qëndronte mu në maj. Tani, filloj me zbërthimin. Ishte në majën e gjithë botës. Okej, ajo mënyra se si ai lëvizte sipër globit nuk ishte normale. Kishte ca lëvizje kështu si tip sigurisht ai kishte vënë muzikë majmunit edhe po hidhte valle. Të gjitha ishin lëvizje pa kuptim. Nuk mund t'i bëjë njëri normal që jep shfaqje siç kemi mësuar me shfaqjet. Po I kishte atë përthyrjen e trupit, ato lëvizje tamam si një majmun.
Aty këta na treguan nëpërmjet tij që neve kena prerë nga majmuni, njeriu në përgjithësi tani, edhe e lidhen duke bo ai ato lëvizjet konkretisht të një majmuni. Se ashtu na konsiderojnë ata, që teoria e evolucionit, Big Bangu, filloi pastaj zhvillimi, nga majmuni u bë robi, unë s'kam pa një majmun të bëjnë një pallat sot për nese, po që ashtu na konsiderojnë ata. Një kjo, po në të njëjtën kohë, do në me treguar që është një njeri për gjithë botën, një person për gjithë botën. Janë duke përgatitur aktualisht. Ku e pe aty Kanye West këtë që një njeri për gjithë botën? Sepse mbi gjithë botën, që ishte komplet bosh, nuk ishte një të dytë, një të tretë, një diçka, ishte vetëm ky tek pull. Vetëm apo tek pull? Vetëm tek pull ishte. Ishte edhe vetëm dhe tek pull. Edhe tek pull. Edhe kjo tregonte domethënë një person për gjithë botën. Mos është ai personi i famshëm që ta duhet të vendosin për të komanduar gjithë botën një ditë, që po punojnë shumë ande nga Izraeli për ta sjellur atë një person të vetëm. Pra, kishte edhe këtë kuptimin paralel. Ishte siç ajo shpreha kineze, një pamje për 1000 fjalë, zbërthim i rrallës. Mbasi tregoi gjithë botën, në një moment aty shfaqet flamuri shqiptar. Domethënë, e gjysma e atij gjithë globit aty mori pamjen e flamurit shqiptar. Dhe ky çuditërisht vazhdon të qëndronte në qendrën e globit, po kur doli flamuri shqiptar, u jepte përshtypje që ai po qëndronte mbi flamurin. Edhe aty si nuk pati një reagim nga ata pak shqiptar që ishin që neve për flamurin dalim aty dhe coptohemi. Që e dum edhe s'na e prek njeri. Si flamurin, ashtu dhe heroin kombëtar. Po aty nuk pati asnjë reagim. Po kush do kuptojë më atë Alex? Nuk e di si çfarë kërkon ti disa gjëra. Kush do kuptojë edhe? Tani të më thush ti ato që shkuan atë janë ata trendy boysa, trendy vajzat atje që i shkuan për selfie dhe do rinin ata tani të bëni këto, të hyni kësaj pjese që po diskutojmë këtu. Eksakt. Po, tamam, fix, kush do e bote. Po do të thënë nuk ju preku fare, më thënë nuk e ndjeni që është pjesë e jona, ajo simbol që ka flamuri shqiponja dy krenare me sfodin e kuq, është flamuri jon. Pra, ti e shef që ai me globi që u vesh me flamurin kuq e zi, ne nuk do ta marrim si le të themi si diçka pozitive nga Kanye West, që këtë globin, ky me këtë koncert që po bën, me këtë turne që po bën nëpër botë, që zgjohet dhe Shqipërinë për të ardhur në Tiranë, veshi këtë globin edhe në flamurin kuqezit, ti nuk e shes si diçka pozitive, domethënë që Kanye West e bëri edhe që veshi globin që ai performon me flamurin kuqezit? Jo, atit majmunit i thanë, ti do lëvizësh si majmuni atje, do qëndrosh aty si për aq kosa do të themi neve, se çfarë do shfaqemi neve aty në ato ekranin vezak, është puna jonë. Edhe aty është mesazhi kush i kapi, ata që i merren me këto gjëra, i kanë kollat i zbërthejnë këto, i kanë para syve. Kurse ata që janë plazha ku dëgjojnë, ato s'bëhet fjalë që shkojnë për selfie. Ata i ka sistemi tamam aty ku duan, ku i do. Edhe prandaj nuk janë gjendje të shohin këto skena, ti bëjnë këto zbërthimet. Tani tregon gjithë botën dhe pa pritur përqendrohet tek Shqipëria, që na përfaqëson flamuri jon sigurisht. Do thoni ju që është gjë e tepruar kjo si koncept, sepse meqenëse se ky spektakël u zhvillua në Shqipëri, normal që do kishte flamurin shqiptar. Dakord, shumë dakord, flamuri shqiptar. Po jo në një skenë të thurur në mënyrë të tillë që flamuri shqiptar të jetë poshtë, edhe ai majmuni të jetë sipër. Do të thënë, tregon fillim gjithë botën, që shihet tani që po qëndron një person tek pull në gjithë botën, dhe pa pritur, skena nga e gjithë bota që po tregon, kalon tek flamuri shqiptar, do të thënë kalon tek Shqipëria, të një pjesë e kësaj botës. Edhe në të njëjtën kohë jemi duke parë që këtë vend po e lakmojnë çakejnë të papar, duke filluar nga ata izraelitët, shokët e kryeministrit ton Kukull. Dhe po ti bëni këto lidhje, është sikur do të thënë që do kalojmë në qendrën e botës, neve do ta kalojmë te ky vend. Dhe do jemi mbi këtë vend, neve do e komandojmë. Prandaj qëndronte sipër flamurit ton. Ju do jeni poshtë, vendi juaj do jetë nën këmbët tona. Do e komandoj ai personi që do komandojë gjithë botën, si dhe Shqipërinë tuaj. Pra ai personi, pra mesazhi kalon nëpërmjet Kanye West që ishte vetëm aty, që jep mesazhin që ai personi do të jetë një, siç është Kanye West.
Po. Pra është i dorë, është një person që do të jetë mbi flamurin tonë, mbi vendin tonë. Mbi gjithë botën, por si fillim do nga Shqipëria se po pse i fillon se- blerja e Shqipërisë. Okej, pse vendet e tjera ku ka bërë këtë koncertin ky, këtë performancë, po me të njëjtin, me globin. Nuk i ka vendet e tjera, shtetet e tjera, nuk i ka bërë po të njëjtën gjë që ta ketë veshur po me flamurin atij shteti që ka shkuar për të bërë këtë koncert. Po si duket e dishin ato skenarin dhe prandaj gjithë të vendet e tjera nuk e pranuan që të bënte shfaqjen e vet ai. U pranu këtu, sepse ato vendeve që ishte sugjeruar që ta jepte këtë spektakël, i kishin dhënë ato skenarin që do zhvillohet kështu shfaqja. Do ketë këto pamje, Pa. këto me radhë. Nuk kanë rënë dakord sepse kush është ai idiot që do vendosi që të shfaqet flamuri i tyre kombëtar edhe të jetë ky nga sipër. Sepse jep një mesazh komplet, do me thonë unë ju kam nën këmbët e mia. Edhe ku sipër flamurit, që është gjëja më mbas besimit, mbas Zotit, është flamuri, është atë dheu. Do të thonë, ata nuk pranuan që kjo gjë të përdhose, se është përdhose bëhet fjalë. Patjetër. Se këtu nuk u vë fare në diskutim, bëj sepse ashtu mori urdhër ky i gjati, edhe ky thjesht zbaton urdhra, nuk është se vendos ai. Ashtu siç ka zbatuar urdhrat dhe Kanye West, që i kanë thënë tjerë, ti do bësh të gjë, gjithë skenën, gjithë gjërat, gjithë show-n, spektaklin, e ke menduar ne dhe me këtë spektakël që ti do bësh, që do të jesh aktori i këtij spektakli, mesazhet i përcjellin ne si duam ne. Po, ti thjesht do performosh aty, e ke marr gati skenarin edhe do ecësh sipas asaj të videos melodike që të kena dhënë neve. Edhe atë po bënte ai. Tani, është edhe kjo pjesa tjetër. Mbi emrin e ka West. Bëhet fjalë për perëndimin. Është ajo përpjekja për ta bërë për të perëndimizuar botën. Ajo fryma perëndimore, ajo fryma që ka hyrë këtu që kur hyri demokracia, fryma perëndimore. Është ajo që neve na shkatërroi komplet. Që futi lloj pislliqesh që vjen ndesh me çdo traditë shqiptare që kemi ne. Degradim, shturje nga të gjitha anët. Kjo është fryma perëndimore. Keni West perëndimi. Që është ajo gjysmë sfera e gjithë antivlerave është perëndimi. Do të thonë nuk është patjetër Amerika, po fryma perëndimore. Se fryma perëndimore edhe e Japonia me fryma amerikane, se fryma perëndimore ecën. Pra është ajo si ata qëndrojnë. Vlerat e antivlerave. Ajo ka hyrë këtu në Shqipëri që neve tani nuk duam më asnjëri tjetrin, jemi bërë egocentrik, jemi bërë materialista, konsumator, po zhvishen femrat, do të thënë gjitha këto kanë ardhur nga perëndimi, këto fryma. Edhe kështu, do të thënë dhe vetë artisti në thonjza nuk ishte domethënë që u zgjodh kot pa lidhje, ka dhe ai lidhjen e vet. Me këtë mbiemër. Siç është ajo puna e diellës, ajo e diela, do të thënë nuk i vendosin kot këto emrat. Se dielli është simboli kryesor i masonëve. Atë kanë kështu si qendër të tyre, ato si simbolin e tyre. Tjetra pastaj, data 11, atë numri 11 e kanë të fiksim pa pamata. Kemi 11 ato kullat binjake që janë me datë 11, siç janë vetë kullat, formojnë numrin 11. Ata që i vendosin këto gjëra gjithmonë luajnë me simbole, luajnë me numra, me forma, me ditë, me yje, me çfarë, janë satanista komplet, i përkasin pjesës misticiste. Prandaj i mësoj kësaj pjese që aty nuk pati spektakël. Spektakël ishte sebepi, ishte justifikimi, por realisht aty ishte ritual. Edhe mos ta vi çuditë tani, mos filloj të çakordohet fare gjendja këtu në Shqipëri vetëm për atë rituali që ndodhi atje në stadiumin e Shqiponjës. A thoj që mund ndodhi diçka nëpërmjet përveç pjesës mesazheve që japin këta nëpërmjet këtyre kodeve, po mund ndodhi diçka nga ana si magji, domethënë, nëpërmjet këtyre rituale? Jo si magji alla, unë besoj që magji ajo është, ishte komplet spektakël misticizëm, magji. Edhe u bën në vendin ton. Edhe mos duket kështu çudi pastaj po të fillojnë njerëzit pa pritur fillojnë çakordojnë situata komplet. Për shembull protesta dalin komplet nga misioni vet. Prandaj Konguli ka shumë me botë ata? Po, ata duhet bëjnë, ore, këta janë satanista, këta me anë ta besojnë te forca djallit e burr. Aty e marrin e burrën atë forcën, fuqinë e tyre dhe bëjnë këto trazierat nëpër botë. Aty u bë një ritual satanik komplet. Edhe mund ndodhi diçka këtu tani.
fillojnë bëhen demonët më agresive, pushtojnë sulen te ky vëni këtu dhe Çfarë pe ritual tjetër aty valla? Çfarë ishte ritual përveç pjesës mesazheve që ke kuptu? Çfarë të duk ritual? Çfarë mund të jetë ritual tjetër? Valla? teksti i këngëve aty, po ta vësh re, ishte një këngë konkrete atje, edhe pash dhe djebile, se ç'a thoshte atje, se si e lidhi. Unë jam i pari, unë jam njëshi, do me thënë, tamam, ato fjalë që ka për të thënë ai që këta qifutu duan ta vendosin në kreun e gjithë botës. Se kështu do thotë ai, unë jam Mesia, unë jam ky, unë jam ai. Kështu thoshte edhe ky te teksti i këngës. Apo edhe këngët që u zgjodhen atje nuk ishin gjithë albumet e historikut të tij. Po ishte edhe këngë që kanë ato mesazhe specifike, po ti vësh re. Tani po si do i vësh re nga momenti që je këtu, tu hallakat, tu bësi idiot. Normal se aty njerëzit nuk shkon me atë mendimin skeptik atje që të bëjnë ato zbërthimet. Aty shkon për tu hallakat, me bë selfie, me marr like. Kupton ku niveli grada Z fare më burr. Nuk shkojnë për të parë, ore çfarë po ndodh tani këtu? Si u shfaq flamuri shqiptar atje dhe ai tipi që ndronte mbi flamurin tonë valla. Ora çfarë prisi do të ndodhte? Ta merrte atë siç e kemi neve kur dalin njerëzit në protestë atje dhe ta shkelte? Atë bëri, ai e shkeli. Pse nuk doli sipër valla? Anash, diku kishte hapësirë pafund. Pikërisht aty ku ai kishte vendosur këmbët. Ai është shkelik që në këtë vend tu do ta shkelim. Çfarë do që të bëni ju? Sa do përpjekje që të bëni? Sa do protesta, le të shkojë protesta jo e 46, por të shkojë edhe e 86, ne kemi vendosur për ta shkel këtë vend. Por ky vend ka disa njerëz. E kanë me neve, jo me vendin, ato vendin e duan e lakmojnë. Pa ta duan të zhdukin neve, na shkelin neve, na vënë atë çizmen tu të fyti. Këtë tregonte ajo se ai me çizme ishte atje, po ta vësh ajo veshja atij që ishte. Edhe tu do më na shkel. Po edhe mua më bëri shumë përshtypje veshja e tij valla, ajo që e po si rackamen valla, ishte si kur doli nga ai çmending kështu i çrregull komplet, ajo e ecur atje barbareske. Kupton? Edhe hypi aty sipër ai, edhe në vend se qëndronte tamam drejt, siç japin këta spektakël zakonisht, ai bënte një përkulje trupit edhe i bënte një si tip suste trupit tamam, ishte lëvizja e një majmuni më valla. Po ti shkoni këto dokumentaret. Ishte identik lëvizja e majmuni. Aty du me na çu. Ju jeni majmuna, si ju llogarisim fare, ne jemi ata hyjnorët që komandojmë, që bëjmë. Ja, atë mesazhe, do të thënë, këto janë që arrita të nxjerr deri tani, se po ti shohësh me kujdes gjithë, se unë se pash gjithën, vetëm disa vite shkoputje pash. Me e pa aty do dalin perla pafund apo. Aty çfarë s'kishte. Se këta nuk interesojnë që thjesht japi një spektakël atje për të nxjerrur njerëzit nga rutina, aty të thyn çika të monotonin. Këta çdo gjë që bëjnë ka një ritual. E ke edhe te Eurovisioni, e ke te botrori, sa herë që bëjnë këto hyrjet, hapjet këto, gjithmonë ka rituale satanike. Sepse ato e komandojnë botën sot. Ato e komandoshin lesht, po kemi dhënë të drejta neve se jemi largu nga Zoti dhe vin ata. Kjo është arsyeja, i kena hap rrugën. Edhe këtu po na tregojnë para syve që neve bota komandohet nga këta tipat ata. Edhe përdorin këta veglat, që janë këto artista, ta ashtu quhetur të artista. Ku gjetën artin ata? Atë fusin një disk aty, kompjuteri ka plas, inteligjenca artificiale tani s'po s'do dalloj më realitetin nga gënjeshtra. Zëri është komplet kompjuterik atje, të dalin këto live do bin tok se kputesh direkt. Po Alex, e ka pa dikush tjetër në këtë lloj kundërshtrimi që po shefti këtë valla, që ke pa koncertin e Kanye West? Tani nisa është herët akoma që si është herët e kalojmë se ne këtu gjërat nuk është si na zgjasin shumë. U harru ka 4.2 milion që u harru 60 milion që u harru spektakli i tij. Aty u bë cirk. Kemi këtë, ne harrojmë shpejt. Aty ne jemi de nga ajo dhe kaq mbaroi. Kush do merret më tjetër? Pa ka njerëz që shohin gjërat kështu Alex. Jo se po më shokon me këtë pjesë, por te pjesës kodeve, mesazheve që thotë jo që e shefti që është vesh si majmuni, më thon mi den që jeni majmuna, shkelja e flamurit, me pra që tregon që të shkelet Shqipëria, do e zaptojnë, do e marrin, do e bëjnë, do bëjnë. Është shumë mesazhe të tjera që do i shpjegojmë tjera që do i shpjegojmë edhe në vazhdim. Po që të thuash që gjithë kjo gjëja ishte një ritual që shkon deri tek magjia që ne mund të na ndikojë për në gjendjen tonë emocionale ose në sjelljen tona? Po, burr, mos duket çudi. Ashtu veprojnë ata më burr. Është e kanë të përditshme atë pjesë ashtu. Po si mund ndikojë këto si mund na prekin emër burr?
Ato të prekin mentalitet, prekin trurin, mënyrën se si do mendon kritikon. Se do na shpjegosh dot si proces, si ndodh do ky rituali që bën këta, përveç pjesës kodeve, mesazheve që i shpjegove. Po si mund të përcillet kjo lloj energjie e këtij rituali ke gjithë populli shqiptar në Shqipëri? Si ndodh ajo si proces? Tani me këtë pyetje detyrojmë të futem në teologji tani, se si funksionojnë këto gjëra. Kur në një vend caktuar ndodh një ritual magjik, satanik, është në një farë mënyrë sikur i ke hapur portën natyrave. Se janë ushtri shumë e madhe ata. Janë miliarda. Demonët janë miliarda. Nuk numërohen. Po që janë më shumë. Janë më shumë e jyt. Po, se kur ranë ata, ra 1/3, 2/3 qëndroi. Kështu që këto tanat janë më shumë se të tyret. Po që bëjnë kërdim prap, kanë forcë gjithandej, edhe kur njerëzit kryen rituale satanike, atyre i jep të drejtë, është sikur ti po i fton ata, që e janë tani me anë të kësaj që neve bëm, po ju thrasim, po ju ftojmë. Edhe ata vinë. Vinë edhe pastaj i ke kështu të shtrirë në përgjithësi sipërfaqen e atij vendit që u krye magjia. Edhe ndikojnë te koncepti i njerëzve, te mendimet. Aty ku ti je qet mirë e bukur, pa pritur ti bëhesh agresiv, bëhesh nevrik, humbet kontrollin, e bëjnë ata gjë. Fillojnë me anë të mendimeve, ngacmojnë mendimet, të mbushin mendjen për diçka, edhe ti e bën. Edhe pastaj kur përfundon me ai burg me ai gjë, po si e bëra unë atë gjë, si përfundova këtu. Edhe harron çka ke bër. E kanë atë forcë ato, sepse ato janë shpirtëror, edhe njeriu është shpirt, nuk është vetëm trup. Edhe kanë akses te kjo pjesa. Edhe të ndikojnë te mendimet. U rikthym edhe herë, kemi pas probleme me pjesën, nuk e di nga se kanë ardhur, për pjesën e YouTube-it e gjërave, s'po futeshim dot. Tani na shkoi mendja që të futemi nëpërmjet telefonit. Të futemi live nëpërmjet telefonit dhe nuk e di a dëgjojmë mirë se jemi pa mikrofon. Futemi nëpërmjet telefonit. Dëgjojmë pa kështu domethënë. Por ndërkohë që kjo që po bëhet tani, që jemi live edhe në YouTube tani, nëpërmjet telefonit, jemi live nëpërmjet telefonit tjetër në TikTok, ndërkohë që po regjistrohet me kamera gjithë biseda që do të jepet më vonë në cilësi të mirë që nga fillimi deri në fund. Tani e rinisim edhe një herë, po flasim për koncertin e Kanye West, pra ritual apo spektakël. Ndërkohë që gjithë masa, gjithë njerëzit, ata që shkuan atje, qoftë shqiptarë dhe tuaj, e kanë shijuar si spektakël, si koncert, kanë bërë foto, video, janë kënaqë, kanë hedhur, kanë marrë atë cirkun, atë shfaqjen që japin gjithmonë, vazhdimisht, domethënë në gjitha këto lloje evenimentesh. Por ata që kanë mbështetur dhe Rama që shpëtoi me ngulp madh, kanë pasur tjetër synim dhe ajo është ajo që po shpjegojmë sot me Aleksin. Si do thonë ju do habitni ora këto akoma prapë me Kanye Westin, vazhdojnë akoma të flasin për Kanye Westin, por jo. Ka diçka tjetër më përtej se sa kjo është. Simbolikat që janë transmetuar, janë përdorur atje duke filluar që nga skenografia, ndriçimi, mënyra e prezantimit të tij artistik. Dhe pyetja për Aleksin, për të rikthyer edhe një herë si temë përderisa e hapëm edhe në YouTube live-in. Pra, gjitha këto ishin zgjedhje artistike, Aleks, apo mbartin mesazhe të tjera? Ajo është arti, është ajo vitrina, ajo veshja e jashtme. Qëllimit janë gjithmonë përtej asaj që duken. Por duhet të jesh në atë gjendje, ata domethënë që e kanë stërvitur mendjen që të jetë pavarur nga dikimet e jashtme, po të mendoj të ketë mendim kritik, ata i shohin i shohin kollaj këto çfarë do të thotë. Domethënë kjo skenë që kanë para syve. Çfarë po më jep, kush është mesazhi? Aty është plot me mesazhe e gjithë ndërtimi i skenës aty. Nuk mund të qëndrojmë thjesht në ato sipërfaqen, ato klithma, ato lërimat atje, entuziazmet edhe të ikim në shtëpi. Apo si ishte se ishte bilet atje sa përfundimisht? Shkoshin, varioshin nga 120 shkoj. 130 akoma më shtrejt. E kupton çfarë bëhet. Më shumë. Tani ne e lam, pra gjitha këto janë globi. Tregon që këto mesazhi që jep ai nëpërmjet globit është që ta kanë botën dorë. Kanye Westi jep mesazhin që do vi njëri që do drejtoj botën. Pastaj që globi u vesh me flamurin shqiptar, ti thuaj që ato po shkelin, po marrin dhe tregon që ne do ta marrim të tokën shqiptare. Që po e marrin. Edhe e kanë marrë.
do ju shkelimi juve, shqiptarëve, shqiptarët, po jo këtë vend. Atë vend do ja, masi t'ju kemi shkelur juve, atëherë do e marrë ne. Duke u përzën, duke u bler tokat edhe me radhë, se i fusin njëri zjarr të mirë ata ne nga jugu atje, dela i gjati dhe thot për 30 vite nuk keni për ta përdorur më, të thot ai nuk ke për ta përdorur për 3 dekada tokën tënde. Edhe pastaj vin ata dhe e blejnë. Kupton? Njerëzit nuk marrin vesh asnjë gjë fare ç'a bëhet. Shkon ai pastaj për të shfrytzuar tokën e vet, atje, edhe e gjen të papritur, të shitur, i kaluar dikujt tjetër. Si mund të thosh ti tjetër nuk do përdorësh tokën tënde për 30 vjet më dha. Absurditeti aty ku s'man më. Prandaj mbas skenës së globit atje direkt e kaloi duke treguar flamurin shqiptar, se s'do tregonte një pjesë të tokës, se s'do merreshe vesh se kush pjesë e planetit ishte. Prandaj zotën pikërisht për që të shfaqeshë flamuri jon, duke qëndruar ai majmuni aty sipër që neve jemi mbi këtë vend. Neve komandojmë. Tani, për të rikthyer ke pjesa e ritualit Alex, aty ku e lam pak më lart para se të hapja këtë YouTube-it. Ndërkohë që më vjen edhe i koment në YouTube, kështu që bëni komentet e juaja, pyetjet e juaja për ato se çka po flasim lidhje me koncertin e Kanye West, ritual apo spektakël, çfarë pat ju domethënë. Është një koment që na vjen në YouTube ku thotë atë ditë ishte një energji shumë negative në ajër, thotë. Bravo. Kjo domethënë deri diku i përgjigjet asaj pyetjes që bëri, domethënë se si mund të ndikojnë kur mund ndikoj, po. Kur ndodhi për që të rikthehemi prapë te pjesa si po çohet. Si po çohet pjesa e këtij rituali. Si ndikon krenema, këtë sa rit kuptoj atë që nisi pak më herët. Ma shpjego pak më në detaje. Si bëhet kjo magjia pra, me gjithë këto gjëra që bëjnë këto ritualin që bëjnë këta, si po çon valla tek individi dhe komuniteti, tek Shqipëria, shqiptarët. Tani ka rituale të mira që thret hirin e Zotit. Edhe ka pastaj mirëqenie tek njerëzit, ka paqe, qartësi, kthjellësi, po ka dhe rituale satanike që thret demonët. I bën thirrje atyreve që e janë, domethënë me anë të atij ritualit i hap portën atyreve, i bën ftesën. Tani, fakti që ai ritual u zhvillua në Shqipëri, në Tiranë, që është qendra e gjithë Shqipërisë, është sikur i tha atyreve që tani e janë dhe bëjeni, çorientoheni, përmbyseni fare këtë vend këtu. Sepse është shumë interesant. Domethënë mos kemi vetëm që vinë çifutët këtu dhe blejnë, por të aktivizohen dhe ato qenie të errta që realisht vet ai kryeministri i Izraelit atje është pro këtyreve, se do me sjell antikrishtin ai atje. Jemi në mision thoshte ai, misionin mesianik, do të sillin mesian e tyre. Domethënë ata veprojnë duke marr fuqi nga vetë djalli me ato ritualet e tyre. Dhe në formë spektakli aty u zhvillua ky ritual atje dhe të fillojnë pastaj demonët që të korrin në këtë vend këtu. Si bëhet kjo korrja këtu? Ata tani qëndrojnë, tani po flasim për demonologji tani këtu, po futemi te teologjia, ndoshta janë ca gjëra që si keni dëgjuar. Ata ç'a bëjnë? Ç'a bëjnë demonët? Si veprojnë? Ata kryesisht veprojnë tek pjesa e të menduarit, se si mendon dikush. Kanë akses tek mendimet e njerëzve. Ndryshe mendon ti, kur pa pritur mund të fillosh të ndryshosh mendje pa e kuptuar. Nisesh për një diçka tjetër, përfundon për një diçka tjetër. Nuk po flasim për gjëra aksidentale këtu, po flasim me ta ndryshuar komplet atë planin që ke në kokë. Aty për shembull, siç është duke u zhvilluar kaq ditë protesta në bulevard atje, mund të shohësh pa pritur që të fillojnë të bëjnë agresiv. Të fillojnë të ikë truri njerëzve tani atje, të fillojnë të binë njëri tjetrit. Edhe mas ta kuptojmë pse po e bëjnë atë gjë. Kupton, dikimet demoniake janë të frikshme. E ke dëgjuar atë pjesën shkoi i bëri magji ajo, është e vërtetë kjo valla. Shkonte ajo aty që ka kontakte me këto e quajnë shpirti, e quajnë kështu ato spirit, e quajnë shpirti. Po është demoni aty që vepron, që i jep mesazhe kësajt me ato letra taro aty ato kështu. Edhe shkon ajo atje. Ai shko për zgjidhje, ajo shkatroi më keq. Po duket si zgjidhjen fillim ajo, po ajo është zhytje më mbrapa. Shkon ajo tipeshe atje me atë fotografinë e fiksimit të saj aty. Edhe me një copë rrobe, se tani, ora mos i praktikoni këto gjëra se tani s'mo japim dhe ide.
Kupton, mos i praktikon, mos shkoni kur atje se do merrni veten qafë. Do duket si zgjidhje në fillim që të fitojnë besimin që ti shkosh edhe 2 herë dhe 3 herë. Sa më shumë shkon, aq më shumë të lidhin ato. Edhe pa pritur, ati djalit atje, nga aty që ishte i stakum fare, zondet ja dinte fare për këtë, kur zgjohet një ditë bukur atje, e ka menin vetëm tek ajo. Bëj çik që të fiksohet mas meje. Po, dha, bëj që të bind dashuri me mua. Të marrosat komplet, ti erën syt, mos shofi as i tjetër. Po mirë, Edhe do me vërtet. depërton, si kalon kjo gjë. Ato të pushtojnë ty gjithë botën emocionale. Po mirë, këtë e kanë fuqinë këta që ta bëjnë edhe në mënyrë masive, jo vetëm ndaj person, për shembull, ndaj personi, por mund ta bëjnë një grupi të madh, pra siç është Tirana ose Shqipëria. Po, atë që kjo urakulli e bën për një person kur i shkon kjo vajzë me fotografinë atje, Fiks. ajo është për një person, se i jep ca lekë aty ajo dhe i zgjidh gjëja këtë, problemin personal. Kurse ajo që ndodhi me spektaklin e këtij Westit atje, ajo është sikur neve shkuam tek ajo tani. Ai ishte urakulli i gjithë ajo skena. Olla ti s'ke qenë koncert, unë s'kam qenë koncert. E shumë shqiptarë tjerë s'ka qenë koncert. Si mund na kapi ne, ndërkohë që mund kapi veç ata për shembull që kanë qenë aty. Ne s'kemi qenë afër asaj gjës. Po, për ta ndërprer këtë gjë që mos të ndodhte ajo gjëja që ata kishin ndërmend ta çonin. Duhesh reagimi jon. Reagimi jon ishte 0, kështu që ata tani kanë të Si mund të lirën ndërprenim për ne ndërpruar. atë gjë? Me një përpjekje, me një protestë atje te stadiumi, me diçka, domethënë të kishte një reagim. Jo ta përmbyste komplet atë planin e tyreve për spektaklin, po të kishte një reagim qoftë të vogël. Edhe aty pastaj Zoti do thoshte që ja kishte reagim, për këtë vetëm për ata që reaguan atje, nuk do të lejohet të bëni atë 4 orën që keni ndërmendur të bëni me këtë ritual. Pse kjo magjia nuk i ndodh atyre që kanë shkuar, që kanë shkuar me Ata vedije? Ata Pse do të na prekin e tjerëve? Ne të tjerë do na prekin sepse Jemi kostur atyre. Sepse nuk u përpoqem por ta kundërshtu për këtë arsye. Po ne dy për shembull jemi përpjek me kundërshtu nga këtu, nga studio për shembull, këtu me podcastet, me videot, me qëndrimet tona. Po, dakord. Kjo është një formë kundërshtimi edhe kjo. Aty nuk ja lejon Zoti që të veprojë tek ne. Sepse ne ishim kundër asaj. Po e denoncojmë madje me të madhe këtu në këtë emision, se mund të kishim një temë tjetër. Madje keni denoncuar më para. Edhe më përpara, domethënë. Kështu që nëse keni pyetje, komentoni. Ju që thoni do të bëhet disa pyetje, mund bëni sa doni, vetëm shkurtimisht pyetje konkrete direkt. Po? Po, lexoja te koment, është një The Satanic Bible. Kjo është Bibla e shkruar nga Anton Zandor Lavie. Lavie, po, ai francezi. Në këtë Bibël merren tekste nga këngët e tyre thotë. Po. Merren tekstet e këngëve të tyre. Të gjitha këto këngët e këtyreve të famshme të artit të muzikor aty në Amerikë, të gjitha i kanë pjesa më e madhe atyreve, tekstet e tyre i kanë me fjalë rituale që përdorin për ritualet satanike. Po nuk i thon troç, po i thon mbrapç. Domethënë atë këngën, je duke dëgjuar për shembull një këngë, po të kesh atë mënyrën kompjuter, ka programi që e lexon mbrapç, aty do dalin fjalë qartë që i bëjnë thirrje demoniake. Thrasin këta, ata të zinë. Ka rastisht njëherë që një këngë Alex ti ta bësh të metodën që the, ta çosh mbrapsht të dalë mesazhi demoniak. Por plot. Ki bër në një Beatlesat, Iron Maiden, Metallicat, Scorpionsat, plot me mesazhe satanike i kanë. Ç'a thua? Edhe këto merren nga këto shkrimet që tha komentuesi? Po, nga Bibla satanike. Ç'a thua? Sepse ato janë fjalë të posaçme që bëhen të kombinuara bashkë ato, bëjnë ato thirrjen e plot. Edhe ka bëhet ajo hapja e portës. Ç'a e frikshme. Edhe kalojnë ata, pastaj bëjnë çakordojnë njerëzit, trute njerëzve i bëjnë lamsh fare. Ato sherret për shembull ku ndodhin ato sherret në shtëpi atje. Dini pse ndodhin ato sherret në shtëpi? Nuk është thjesht nga një mos marrëveshje nga diçka. Që ka rast që vinë në kështu mënyrë habitore fare, thotë si ndodhe valla habitesh, ë? Po. Do të thonë mund të jetë një diçka e vogël që mund zgjidhesh me 2-3 minuta diskutim. Aty fillon kalon gjona kështu, thyen televizora, thyen dritare, tavolina gjona. Pse ndodh kjo si ndodh? Po sepse kanë ardhur ato në ato momente aty. Ku ka sherr vin ata. Ku ka paqe safron dot ajo shtëpi. Ku ka Zot, jo thjesht paqe kështu nirvana budiste. Ku ka besim te Zoti nuk futen ata, rin aty jashtë dritareve dhe shohin çfarë do bëjnë ata atje që të na japin neve në një të drejtë që të futemi ti bëjmë lom shfare direkte.
I keni parasysh ato sherret kur bëshim neve kur ishim të vegjël nëpër shkolla atje, filloshin 2 përplasësh për shembull, edhe në vend se të shkoshim me t'i ndanim, shkoshim thoshte ai që shkon të ta ndante e ndalon ato, lër që të zihen. E kështu veprojnë demonët. Po zihen edhe i fusin nerva këtit, i fusin nervat e këtit, ky bëhet më keq, ky tjetri bëhet më keq. Si ta nxisin, ta zmadhojnë më shumë, ta bëjnë më të madhe. Fiksat e që bëjnë ata. Ashtu bëjnë. Ndikojnë të trur njerëzit, sa po të gjejnë një moment dobësie që je ti i nevrikosur, je kështu agresiv, ata vinë dhe ta shumë fishojnë. Që të kalosh ti në gjona kështu pastaj, të fuqishme fare na i pistolet, na i thik, vetëm kur përfundon pastaj në burr këti, që je mbrapa kangjëllave aty, edhe thoti, ora si përfundova këtu unë. Pasi të ka ikur gjithë ndikimi. Po, që të rikthehemi ke kjo çka ka ndodhur me Kanye West, me këtë ritualin. Pra për te spektakli. Spektaklin e kanë marrë gjithë, koncertin, muzikën, gjona, po. Por me ritualin. A ka ndonjë forma Lex që mund të ndalet ky ndikimi që mund bëj ky rituali këtij? Që bën ta? Tani, sa më pëlqej kur i bë këto pyetje o mbur. Më pasa shumë të lezetshme ti amor. Se më thon disa bëj emision vet, po s'do të bëj dot emision vet se më duhet dikush një përballë që të bëhet kjo që kalon. Mos u shpërqendro, se këtu hyni direkt ai, hyni demoni direkt për të shpërqendruar. Po, edhe kjo ndodh. Po, edhe unë jam i pse ça. Njerëz jemi dhe ne, ato gjën momentet e dobta dhe kështu që edhe ju na ndihmoni me pyetjet e juaja, bëni pyetjet e juaja lidhur me këtë temë çka po flasim, nëse shfaqin interes tek ju dhe e shihni me interes këtë se çka po diskutojmë. Është diçka që nuk para diskutohet në vende të tjera, jo për të mburrur veten, por ne kemi atë këndvështrimin ton, pisk sistem se si shohim gjërat. Prandaj, nëse keni pyetje, na i komentoni për të na ndihmuar në këtë lloj bisede. Edhe herë si mund ta ndalojmë ne këtë? E bën ritualin ato. Si mund ndalohet kjo gjë? A ka një formë që mund ndalohet që mos na prekë? Gjithmonë e hëngërm ne këtë. Ndodhi kjo, nuk reaguam, as me protestën e tjera këto që tham se si mund ta parandalonim këtë ritual. Po. U bë çau bë, iku se kthem dot kohën mbrapa. Tani ato e marrun misionin e tyre, tani presin të shohin rezultatet, se si do hallakatë njerëzit. Si ta thym, pra e ka bërë shumë koncize si pyetje. Si ta thym pjesën e rezultatit të ritualit? Tani, Ajsela, e përshëndesim se qenë ka shumë pik në pjesën e këtij podcastit. Po komentoj këtu, ishte saktë. Si mund ta ndalojmë këtë rezultatin e këtij ritualit? Me ja prish atë rezultatin, pritshmërinë e tyre. Po ka zgjidhje, po zgjidhja asnjëherë nuk është gjumi, ta dini, mos reagimi se ata ta presin, mos reagim, mpirje. Zgjidhja është kjo. Ata thritën demonët, ne do thrasim ëngjëjt. Ata thrasin djallin, ne do thrasim Zotin. Secili tani, fakti që nuk u bën në një përpjekje për ta ndaluar atë me ja prish atë planin e leshit që kishin ata atje, tani mund ta rregullim në vazhdim. Rregullimi është kjo. Secili nga shtëpia vet, kudo që të jetë, edhe rrugës duke ecur, lutuni, kërkoni Zotit, kërkoni ndihmën e Tij. Konkretisht për këtë gjë, për këtë temë, për këtë ngjarje që ka ndodhur? Po edhe në përgjithësi, po edhe për këtë temë. Atë, për shembull, me këto fjalë, o Zot, prishja ato rjetat që ata ndortuan tek ai spektakël që u zhvillua atje. Tamam, se edhe e globi, si formë rjete, edhe dritat, si shkoshin kështu ishin gjitha të ndërthurura si rjeta. Ore, ajo ato që theti ato që si zjarr aty, ato e kanë ndërmend ta bëjnë ata që ti. Do t'i vënë një herë flakën gjithë botës, që e kanë ndërmend me luftën e tretë, që është plani B, që kemi diskutuar pafund herë. Ti vënë një flakën botës. Mos e mërzisni kur i diskutojmë edhe bim përsëritje herë pas here. Po jo, thjesht i themi sepse bëhet kjo lidhja, se po na i tregojnë edhe, po dalin televizor tani tashmë. Kjo secili nga ana vet, prishja planet o Zot për gjitha ato gjëra që kishin ndërmend na bënin. Dërgoj angjët e tu, na ndihmo, na mbro, mos na braktis, kërkoj mëshirën tënde, s'kemi shpresë tjetër. Kërkoni Zotit gjëra sepse ai është shefi, ai është i madhi, ai është i pasur, ne jemi të varfër. Kërkoni ndihmën e Tij, edhe shikoni ju pastaj sa ku shkojnë planet e këtyre bastardave. Që si mjaftojnë që po na fusin në njerim, që po ikin akoma njerëzit edhe varfëria edhe shtrëngëcimi dhe s'ka asnjë gjë më në vend, i ka pushtuar gjitha ky sultani këtu. Po të paktën tani duam na futet demonët këtu të na bëjnë më lëmsh akoma. Thrasin dhe qenie të çuditshme. Edhe neve tani do thrasim, ata thrasin djallin, ne do thrasim Zotin.
t'ja plasim surat, sepse ata atje i u lutën atit. Domethënë ato gjithë ato veprimet që bënte ai, gjithë ajo skena që u ndërtua atje, i thirrën ata, edhe ne të thrasim ndihmën e Zotit. Ora Alex po ti thua atë për ke njerëz apo shoh për shembull komente këtu, është njëra që nuk e di çfarë është, po Gocë Tiranë thotë. Dhe njerëzit nuk marrin shumë seriozisht, ne kena thënë, po jo për ta ul nivelin e bisedës, se ne do vazhdojmë tonën, dihet ajo si ka shkuar gjithë bota, gjithë historia e njerëzimit, si është krijuar njeriu vetë që në qenie, që i vogël kur ka ardhur në këtë jetë, është aq i pastër si njeri, si qenie, si e ka kriju Zoti, pastaj rrugës fillon e bëhet pis, domethënë, për shkaqe të tjera. Dhe thotë, a thua të fillojmë kërkesat ndaj Zotit, thotë. Po pra, ku ishe më parë me këto këshilla më zotni. Domethënë kjo me sa shoh unë pas ka bogati ironi. Mos merrem atë pjesë. Pra, kjo thotë, a thua të fillojmë kërkesat ndaj Zotit. Kjo është gjëja më e pastër që vetë njeriu, pra krijuesit vet, ku do t'i kthehet tjetër? T'i kthehemi Edi Ramës, t'i kthehemi Kanye West që po flasin për te koncertin, domethënë për ritualet që bën ata ose këta. Pra ku ti kërkojmë njëri tjetër, ti kërkojnë Aleksit mund t'i kërkojmë, ose i miku tonë, i shokut tonë, mund t'i kërkojmë në mënyrë shoqërore, diçka sa mundet ai si njeri, por për gjëra kaq madhore, ti kërkojnë ndihmë nga tjetri me çup frigoriferin kat 5 me mbajt me njëri tjetrin, po kur është për gjëra madhore tani, këto gjëra kaq serioze, po tani kujtoni pak, kur ishit të vegjël, ju afroheshe një qen atje ose në një aty, u tremshit, ju shkoshet te babai valla. Nuk shkoshet ai tjetri atje. Jo, kjo tregon se sa janë larguar njerëzit nga Zoti. Pra uroj ta ketë me atë frym pastaj, se këtu gjëjon, se më duket si ironi valla. Po bën ironi ti goc apo jo? Okej. Që mos ta keq kuptoj edhe unë, se më ndoshta është atë që du ta lexoj te komentin, se ma kanë bërë edhe para disa ditësh, flitet që do të vi edhe Jennifer Lopez. A mund tjetë edhe kjo po njëta gjë që mund satanista komplet. Edhe sataniste është. Ajo kur ishte për kandidonte që ishte në rival Trumpi me këtë Clinton. Kjo Jenny ishte ajo që suportonte jo me Clinton, me atë me Kamala Harris. Me këtë, bravo, Kamala Harris. Ajo mbështeste Kamala Harris edhe bënte ato spektaklet e veta, siç bëri ky Keni atë, bënte kjo mbështet. Pra, edhe Jennifer Lopez do të vi për të bërë një ritual satanik tjetër? Po patjetër. Ashtu i kanë. Ti shiko atë çka ka emrin ajo tjetër, ajo Shakira, ajo ka plot, ajo kur bën spektakël. Ne dim që ne kemi shpjeguar në një podcast tjetër se si është piramida e këtyre hierarkia dhe ç'a vendi pozicioni zën gjithë këto VIP ato artistë. Kemi në fund fare. Atë piramidën bën mirë të ta shohin edhe këta ta bashkangjisesh. Ta vendosin kur të hedhin emisionin plot, po. Është super, e tregon në mënyrë të detajuar, është fiks ajo renditje, ajo hierarki. Edhe këta që na vinë neve si artista, i kemi në fund fare të piramidës që përdoren nga një elitë që është mbi këta. Ja ca tela, ca marioneta, ca gjona kështu. Fillon me një sy të çuditshëm atje, pastaj janë këta të pestët që kemi diskutuar që disa talleshin. Pastaj janë këto familjet e mëdha, këta të 13-të, të 300-të, pastaj janë bankierët, pastaj janë këto media televizore dhe në fund fare janë këta artistët. Dhe poshtë artistëve, në thonjë të artistëve, janë popujt. Domethënë i përdorin artin, gjoja këta artistët, për të manipuluar konceptin. Merruni me këtë, shihni këtë, shiko spektakël thotë. Me për shpërqendrim, kupton? Jo, ka edhe ata që kuptojnë, vazhdoni ju me ushqimin tuaj. Everest djali, Everest Bardhi, të përshëndes vëlla. Po gjove, edhe ti je mirë, edhe të pres atje. Edhe këtu s'na lere ato gjove, i ke punë lere ato vëlla, kur ta live unë hajde aty po deshe. Po. Okej. Kjo që ka ateiste, kjo fare. Po s'ka gjë, ka njerëz. Botën e kanë pushtuar ata dhe është shumë e vështirë për t'i hequr qafe, thot Maxi. S'ka gjë. Pra njerëzit janë të demoralizuar, janë të mërzitur, janë edhe të dorëzuar. Po të dorëzuar, të humbur, nuk din ku po shkojnë, si puna kësaj që po ironizon. Tani, kështu do sistemi, njerëz që i ironizojnë këto gjëra. Njerëz janë këtu poshtë që presin që ti vi shpëtimi nga llogaria bankare, nga ai tipi me lekë, ku dëgjon, kështu, aty është niveli Z. Domthon, edhe kur njerëzit i flet për Zotin, i duket si kështu koncept mesjetar. Po ai është protagonisti. Ai është protagonisti i historisë, doni apo s'doni ju ateista, mosbesuesa,
Është problemi juaj. Nga momenti që nuk i beson Zotit, pa dashur i kupton atij tjetrit. E të vjen ai dhe ta drejton ai jetën pastaj. E ta çon atje ku do shkoj vet, në fund fare. Se kjo jeta është provë. Është thjesht një test që po kalojmë këtu. Mund dalesh me 4 në fund të jetës. Ja siç mendon kjo vajza këtu, kjo ka marrë 4 me yll. Ajo është piksa aty ku e do sistemi. Mos u merr me atë. Lere, mos e ka plot. Vazhdo komento në formën tënde. Po fut ku jemi, këtu kuptojmë si ku jemi dhe se si është ndërtuar bota dhe kjo është ajo se sa kanë punuar ato, sa fort kanë punuar për këtë gjë. Por koha, unë e kam thënë gjithmonë, jo vetëm për këtë, por edhe për shumë ngjarje të tjera, për situata të tjera, koha do të jetë ajo që do të vërtetojë shumë gjëra, por uroj që të mos jetë momentet e fundit kur të bie ai xhetoni. Hop. Mos. Fund. Po më këta më thanë mua, ky më doli para, më dha shenjën të tjetrën si të hapa tjetër gjë, pa dashje. Gjitha këto edhe thua pastaj, po si se Zoti vetë thotë unë ta dash mundsinë. Të doli ky tjetri, të dash edhe këtë. Të erdhi kjo ti prap e përzure, e injorove, e largove, e bëre. Kjo është njeriu. Zëri i Aleksit dëgjohet fort? Nuk dëgjohet shumë, thotë. Po tani është një ritual satanik, thotë, besoj unë, thotë. Çdo gjë që po ndodh vitet e fundit është kundër shqiptarëve në favor të kolonizimit në Europë vetëm në EU vetëm për në front, jo për standarde. Të gjithë Shqipëria në rrezik, përfshi mbështetësit nën hipnozë, thotë. Okej. Okej. Është shumë interesante se djalli ju betua Zotit, njeriu do t'i dalë përpara dhe prapa majtas djathtas për t'i devijuar, por nuk tha lart. E vërtetë është kjo. Pra që djalli është betuar Zotit që do t'i dalë nga të gjitha anët njeriu, para mbrapa majtas djathtas, por vetëm lart jo. Fiks. Ti shiko, bëj një pyetje kështu thjesht fare romantike. Kur dilni xhiron darkë për shembull, sa nga ju e ngrin ndonjëherë kokën për të parë ato yjet që thjesht që bëni një shkoputje nga kjo botë edhe të shkoni te ajo qetësia që ka në qell me ato yjet e sistemuara atje. Sa është një pamje relaksuese. Po më relakson për vete. Sa nga ju e bëni këtë gjë, që ta çoni kokën lart. Domethënë kur nuk ngrem as kokën fizike, si mund ngrem kokën shpirtërore. Ato domethënë që neve kemi edhe një lutje që kemi në kish atje çdo në mesh, edhe thot aty në një moment prift le ti ngrem zemrat lart. Ku i kemi zemrat neve? Kemi lart apo i kemi poshtë? I kemi poshtë ato për kujdeset e të përditshmes. Kena humb komplet misionin, atë qëllimin e jetës. Po të pyesi dikush kush është qëllimi i jetës? Pse ekziston? Shumica nuk e di. Kot që të hajt, pi, të rritem, të martohem, të bëj fëmijë, të plakem e të vdes. S'është ai qëllimi i njerëzit. Qëllimi i njerëzit nuk e di sot pse jetojmë. Sepse kemi humbur atë, kemi shkoputur atë lidhjen me atë lart. Sepse na ka mbushur mendin ai që komandon këtu poshtë, që vetëm këtu poshtë është ajo parajsa, për këtë këtu duhet ndesheni. Nuk ka më tutje, nuk ka më tej. Ka se ç'kemi ne me të. Edhe do befasohet shumica e njerëzimit kur kalon nga krahu tjetër. Po mi thoshti njëri, ma tha dhe ai tjetri, unë e tallja e përgojo e përqeshja, po do jetë vonë. Ju duket juve se njeriu që është kaq qenie e zgjedhur që e ka bërë Zoti sipas imazhit të tij, të përfundoj me varrin, nuk ndodh ajo gjë. Ne kemi vazhdim. Njeriu është i përjetshëm. Edhe po japim një test përkohshëm në këtë jetë përkohshme. E aty pastaj do përballemi me gjëra që si imagjinoni dot. Prandaj duhet i dim që tani dhe t'i besojmë ato gjëra dhe të krijojmë lidhje me Zotin. Fakti që kjo bota ka ik për lesh, ka përçku më shumë për lesh, është sepse kemi shkoputur atë lidhjen me atë. Edhe ai ka hequr për kujdesjen e tij. Deri diku se po e hoqi komplet, si kishin thënë një herë, thoshte një herë një demonizuar, flisin demonët brenda njeriu. Sikur 3 minuta të orës të na lej neve ai të lirë, neve e shfarosim gjithë tokën, tha. 3 minuta të orës i duan atyre. Me gjithë ato ushtri që janë. E di si e bëjnë këtë botë, e qethin komplet, e rrafshojnë. Edhe kishin thënë biles, nuk duam që të lëvizi asnjë hije njeriu në sipërfaqe të tokës. Një urrëtie të papame. Gjithë ata që komandojnë, këta që janë bankiera, këto gjonat, ata janë urrëties të mëdhenj sepse i ngjajnë me këta.
Ky djalë është shumë i përgatitur thotë. Okej. Për ty e ka Alex. Faleminderit. Por nëse ata kanë ardhur këtu për të sulmuar sepse disa u zgjuan, a është kjo një shenjë se diçka e mirë ka në Shqipëri që po ndodh se sulmohesh kur kanë frikë thotë. E bukur, bravo, po më pëlqen Arsela shumë e saktë me komentet. Këtë që tha Marcela, Arsela. Këtë që tha Arsela, neve kemi edhe shprehje popullore, që shprehjet tona popullore janë të arta realisht. Pema me kokra goditet. Kjo është ajo që do e thoya ti, po e them me fjalë tjera. Ktu atë pemë ato e lakmojnë, e duan, e ëndërrojnë dhe prandaj këtu ka një lloj rezistence prap. Është një pjesë e mirë e shqiptarëve, një pjesë e pastër e shqiptarëve të pastër. Ndryshe nga gjithë vendet e tjera të botës, Alex, kjo gjëra? Apo ka dhe vendet e tjera të botës? Ka dhe vendet e Pa tjera. bërë veten ose ne si shqiptar, me thënë sikur u zgjuan veç ne do. Pa kaluar këto deliret si ne jemi njishat e këto me radhë. Po kam përshtypjen, edhe kam kështu përshtypje të fortë, që ky popull i jon është i veçantë nga popujt e tjerë. Është shumë i veçantë. Nuk është rastësi që ne jemi ilirët edhe kemi për simbol shqiponjën, që është shpendi që fluturon më lart nga gjithë shpendet dhe është i vetmi shpend që e shikon diellin me sy të hapur e nuk e mbyll fare, domethënë aq bizh është shqiponja. Edhe këtu ka një potencial. Mos përdor shprehjet e tyre. Krahasimore. Edhe bën ato stadiumi Eagle thon ata. Ai është stadiumi Urithi. Kupton se doli majmuni aty një manki atje edhe sipër flamurit ton, edhe ju pak shqiptar që ishit atje, goci idiota. E mi mbani aty dhe mos ju vi çudi pastaj fillohet çakordohet çik jeta juaj e përditshme. Fillojnë ndodhin ca aksidente, ca thyrje kamësh me ata në një makinë kështu, si i bëjnë të gjitha ato. I bëjnë të gjitha, e komandojnë dhe shoferin, e komandojnë dhe ty kur do të dalësh te cepi atje, edhe din koordinimin, pau. Kupton? Ta jep një bam. Se punojnë ata. Nuk flenë ata, 24 orë i ke kështu, non stop, vetëm punojnë si shkatërrojnë njerëzit. Edhe ai rituali aty i hapi portën që të vijë ti shkatërroj edhe ato pak shqiptar adetar të vërtet që ka ky vend këtu, që të heqin dorë nga ajo iniciativë që po ndodh këtu e 46 ditë. Se jo më kotu u vendos tani se dinin ata që do filloshin dhe protestat, edhe caktuan diku nga mesi se do shkojë edhe herë kaq protesta kanë përshtypjen, edhe vendosën këtë spektaklin e këtij. këtij. Sjellën dhe Jennifer Lopesin pastaj. Po, një qershi leshi mbi tort aty, edhe që të jemi kështu top satanizëm komplet 24 karat. Po e tham kush është zgjidhja me ja prish planin, ë? Lutjet e Zotit, Zot më shirona, Zot më mbrona, se kanë hapur dyert e ferrit këta satanistat këtu, edhe po përdorin demonët e tyre. Ti o Zot dërgo angjët e tu që t'i bëj ballë këtyre, se neve nuk ja dalim dot. Ne ai sa kemi fuqi nga ana njerëzore, po e bëjmë. Edhe kjo është një përpjekje që po bëjmë këtu. Ti i plot fuqishmi, ti je i dashuri, ti je i mëshirshmi, bë diçka dhe prish ato rrjetat satanike këtyreve. E fortë është e fundi se s'merrem më me ty Ghost Tirone, po meqense Alex e ka shumë e ka pikë dobët që ke hapë si temë. S'duhet i kishte bërë të 3 vaksinat anti-Covid thotë. Vaksinat i ke bë ti Lali? Unë s'kam bërë si vaksina as kur kam qenë i vogël në shkollë, s'kam bërë vaksina. Kupton? Ndërkohë që Alexi ka qenë kundër vaksinave. Je i mrapsh komplet domethënë. Unë u futa tek pull të ato, se tani s'du me kalu te këto, u futa tek pull të ato çadrat e vdekjes që kishin vendosur këta pisat aty te qendra, edhe po i thosha asajt infermieres që i quajtën këta heronj me të bardha dhe pastaj po ja zhyste heronj me të bardha. Kishte shiringën me angula sa atje. Çfarë duke bëj atje i thash unë. Direkt e mçefi shiringën ajo, atë vaksinën, sepse e dinte që realisht po bënte shkelje aty. Tani ajo e bëri, kush e di sa herë më ka kujtuar mua ajo që si se dëgjova të djalim dërgoi Zoti një person, po unë nuk e mora parasysh. Po kështu vepron Zoti valla, dërgon një diçka, një njeri, një situatë, ashtu vepron. Që do vija i këtu dhe ta trem, ta shemi fare. Ti thoi ti më ka çu Zoti. Po la. Ajo më ka kujtu, kam këtu video në TikTok, kam marrë gjithë Okej, jo, ta hapa këtë temë se me idenë që ti ke qenë kundër kësaj.
Komplet kundër. Ne Kundër vaksinës, kundër Covidit, është pandemi, nuk është pandemi, Po. i kemi thënë, e kemi stërthënë. Po, është thjesht e për re, të e hapa s'na si kanë tem, po jo mos. Po ta kishin ndjekur më përpara, do shikoj çfarë qëndrime kemi. Okej, do kalim shpejt se s'kemi kohë, do të me kalu ke protesta pastaj. Ne kemi malin ato, se u futëm pak me vonesë për problemet, por videot e tjera plota në YouTube, në kanalin Pisk do të hidhet, do të rihidhet sërish për shkak të këtyre problemeve që kishim. Ne kemi malin e tomorit që na mbron nga këta se energjia e tomorit i ndalon këto demon, thot. Nuk ka vende të caktuara njerëz, mos u Ndërkohë që fiksoni. unë kam dëgjuar të kundërtën e kësaj, ë. Kam dëgjuar të kundërtën e kësaj. As malet tomorash, as Kisha ilaçit, ilaçra. Janë pjesë të ritualit edhe këto. Janë pjesë të ritualit. Janë po pjesë po rituale, janë po gjëra që Okej, dakord, ka vende të caktuara ku mblidhen gjithë besimtarët që besojnë një lloj me një po jo vend. forma si po e bëjnë këto valla. Po jo, shkove veni ti, vend me çove fat. bluzën, çove këtë, këto gjë, këto janë rituale satanike, besytmira, besytmira që kalojnë në të botën e errët. Nuk, siç e thash pak më parë, secili mund t'i lutet Zotit në shtëpi, duke bë xhiro, në kom, duke qenë makinë, bicikletë, çdo mendim që bëjmë neve, Zoti dëgjon në sekond, me një herë dëgjon. Qa e dëgjon para se ta formoj mendimin. E dim se ç'do mendojmë. Pa e thon. Po para se ta Ne nisësh. do zemra direkt. Por e do që neve ta kërkojmë. Fakti që neve nuk ja kërkojmë, O sot s'ka emision, o s'ka do të bëjnë shmos me na dëmtu emisionin sot, nuk ka rrugë tjetër. që e tjetër po. Kompjuterin e bllokuan, që bote glitch. Sa fusja kamerën, bote glitch, që po ta themi, do nuk futesh ato të live. TikToku na ka ndërprerë 10 herë. Po. Te ka ardhur nga trafiku, këtë fusin te Ghost Tirana që më na prish me këto pyetje, hajde merresh. Ja, ca si puna kësaj. Kalojmë ke Amarildo, ke miku jonë, e falenderoj shumë për bluzën që më ka dhënë Amarildo, është dhuratë nga Amarildo, një nga miq tanë të Edhe për Expressin. Jo, Amarildo është tjetër për Expressin, Është tjetër se kemi disa dashamirës tonë domethënë që na ndihmojnë me format e veta se si na përkrahin, njëri që na ka dhënë Expressin Mimo Cafe dhe se futa dot se janë fut nga telefoni live, nuk e kanë futur te banerin, Amarildo me pjesën e bluzave, këto janë ato shqiptarë dashamirës që sipas mundësive na mbështesin, Tregoj qa pa thot mesazhi aty? Kill your television. Pra, vrite televizorin tënd. Ose më saktë siç e themu me atë shprehjen time. Thyesh atje, po. E ka angrit godit me aty, kthao ekrani. Po, është e tyre, po. Do me thënë? Jo, vite, pastaj Pisk Production. Pra provoni ndroni herë ushqimin, se ushqimi është edhe televizioni që merrni. Fillojmë me trafiku dha. Të lexojmë komentin e Amarildos. Ka 3 vite rresh që në Eurovision shohin performanca me element që krijojnë rituale që nga veshjet e deri te simbolikat dhe ritmet. E ceku pak më lart edhe Aleksi, po si e komenton këtë që tha? Bravo. Këta janë tipa, do me thënë që ku janë evenimente të që... mëdha, siç ishte edhe Kupa e Botës, botërore që është tani, botërore. si thash Kupa e Botës, drejt asaj rruge jemi për të dhënë Kupën e Botës, po edhe botërore që kishte Po, plot. ajo kupa, po ta shohësh si për botën ka. Edhe ky e lidhin shumë këtu me botën, du të pushtojnë ëndra për të pushtuar botën, e kanë qef të gjëna. Ku ka kështu evenimente të mëdha, ku vëmendja e gjithë njerëzve është e përqendruar, aty këta kujdesen që të kalojnë këto mesazhet e tyre. Do të thënë, është një lloj trajnimi që ndodh në subconsciencë. Ti mund mos jesh përqendruar në atë që po bën ai, po thjesht fakti që je aty dhe po e shikon, pa e kuptuar, kalojnë mesazhet. Tallin të shenjta, tallin Zotin, tallin ato që njerëzit besojnë. Dhe pap ajo ndikon te ty pastaj që për ta bërë në sytë tu që shiko. Këto janë gjëra qesharake, domethënë, nuk duhet të kushtoni rëndësi, ja shife, si po e bëjmë neve. Kështu janë, këtë vlerë kanë. Kështu luajnë. Po kush i kapi, domethënë. Kush ka syle të shohi? Ka thënë Zoti jonë. Aleksi, super i saktë me gjithë gjërat që thua. Koment, na bëni pyetjen lidhe me temën, ju falenderoj patjetër për konsideratën. Respekt të gjithëve. Për temën që mos hallakademi më shumë. Bravo duan të na zhdukin, po Shqipëria po jep që njerëzimi po të doj e shtyp te elitët.
Po, Pra, Shqipëria po jep shembull që po të doj, njerëzimi e shtyp këtë elitë. po, është e vërtet kjo. Siç e kemi theksuar dhe herë tjera. Zgjimi. Populli është super fuqi, ata dini, nuk janë ushtrit, nuk janë tanqet, nuk janë këta që vendosin gjoja, këta presidentat e mëdhenj dhe kryeministrat e mëdhenj. Është populli. Nëse populli, Valla që e ka shkruar, por mos me bo sot e podcastit tek, nuk e di. çao Ja, bo. unë mbyll prap TikTok-u valla. Po, vazhdo, jepi përgjigje, Ah, çfarë do TikTok-u. hyjmë të dalim kështu tani. Kujtova se, okay, O, valla, live disconnected thot. bravo. Nuk e di. Nga të gjitha Po anët bën çmos më po Sulmë, bën çmos më valla. Sulmë Allah nga të gjitha Po anët. dihet kush e ka këtë TikTok-un më pleks, se dihet kush e ka TikTok-un. Nga Kina, Kaloj kaloi ke ndje, mos e përmend emrin se kështu. kaloi te këta kaçurelcat që po blen Shqipërinë nga jugu. Që po blen çdo gjë domun. Shiko, na detyrojnë tani t'i bim nga Kina prap neve për të thënë atë që dum, se sulen këta se ato i kanë mjetet. Pudhemi prap në skemën, ne do vazhdojmë. Edhe kam merak se këto që po themi sot do të krijon një problem kur të bësh atë uploadin ti aty. Tjetër. Uroj mos të ndodhi, do bëj lutje që ta pengojmë këtë gjë. Bëj lutje. Por, Ku e lam tani? Okej, karim ki koment tjetër. Shqiptari nuk do thyet kurrë, thot Fatmira. është e vërtetë, kam dhe unë bindje të fortë këtë që the Fatmira. Nuk sado që të përpiqen ata armiq tan, të brendshëm dhe të jashtëm, po si kryesisht ato të brendshmit, nuk kanë për t'i arritur. Po jo se jemi ne të fortët, po është sepse vetë Zoti na mbron. Ka par disa gjëra të disa njerëz këtu në këtë vend që e vlerëson dhe për shkak të tyre ka për ta mbrojtur këtë vendin këtu. Dhe nuk ka për t'i lënë këta satanistat që ta kthejnë këtë vendin me një lloj masonerike. S'ka për të ndodhur. Përpiquni sa të doni. Sioni po përgatit botën për ardhin e Dexhalit, antikrishtit me agjenda luftra. Të mirët mendojnë se ai është Zoti i tyre dhe do jenë sundimtarët e botës, thot. E vërtetë është, të mirët ata që do mendojnë se ai do të jetë Zoti i tyre. Po. Ai ka për të mashtruar të gjithë. Këtë thuhet në të gjithë librat e lashtë. Po. Në të gjithë librat e lashtë thuhet kjo gjë, përveç librit të tyre. Se ata kanë manual tjetër komplet. Ata kanë Talmudin, ta dini ju, edhe Kabalën aty që interpreton Talmudin, libri më satanik është. Aty ke gjithë këto mësimet e këtyre rabinëve atje se si duan të pushtojnë botën. Edhe si ta lidhin me magjira, me gjona. Sa ata aty besojnë te fuqia e djallit besojnë. Në jetë zemrat tona janë të ngurcuara. Kushdo me vetdije kërkon vetëm paran, ndërkohë që Zoti tha një, ai është dashuri dhe dy, ne jemi krijuar sipas shëmbëltyrës së tij. Po. Këtë po sulmojnë të gjithë. Po. Djalli e di që njeriu është imazhi i Zotit, edhe do që ta prishi këtë imazh. Kur thot imazh, mos kuptoni që Zoti është me dy sy, me hund, me vesh, jo aspektin e dukshëm. Sipas imazhit i tij është kjo, që kemi forcën për të menduar, për të logjikuar, për të imagjinuar. Me këtë kuptim, imazh anën shpirtërore të gjërave. Logjika është një pjesë e imazhit të Zotit, sepse ai është logjika e parë. Edhe na ka dhënë logjikën edhe neve. Kjo është imazhi, jo tiparet. Edhe këtë imazh vjen i ligu tani, ai sykuqi dhe do që ta shembi, që të na bëjë surati vet, që të besojmë tek ai, po nuk vjen troç të dali me atë pamjen e tij të tërshëmtut. Edhe i kamufluar, Po përdor këto spektaklet, këto gjëra që neve na duken që ja bëjnë këto, ja bëjnë kështu, ato janë. Po Alex, sipas shenjave ka gjasa që është shumë afër. Pra gjithë shenjat që po tregojnë, që po ndodhin në botë, në Shqipëri, gjitha ne me njerëzit se si ka shkuar njerëzimi, bota, po tregojnë që është afër. Ja, kjo afronizimi i këtij. Po, Dexhali, ky Zoti i rrem që këta besojnë. Po e përgatisin tani. Tani po flasim. Për ti pjesës informacioneve që ke ti. Pra, unë që s'kam informacione ose dikush tjetër që e shef nga jashtë, nëpërmjet tyre shenjave që po shohim se si po ecin gjërat. Po duket që është afër. Si gjë. Afër dalja e tij. Që dali kështu, hapur fare tani. Po ashtu do ta nxjerrin. Po përgatisin çik ndryshe këtë, po e bëjnë çik po sjellin sikur po vinë aliena tani avash herë, kupton që të na familiarizojnë me ata. Pastaj ta kalojnë tek ai tjetri.
Ku dëgjon më valla? Këto janë terrat komplet. Po asnjë gjë s'kan për të arritur realisht. Kupton? Ai ka për të ardhur më mrapa. Ka kohë ai që të vijë ai. Do i dështoj ky plan i këtyreve. Kështu që mos më prefni brezin akoma, se s'është koha juaj. Tani është plani i madh i Zotit që ka për të bërë mas luftës së tretë. Se këta duan të sjellin rendin e ri botëror mas luftës, si fusin një rrafshim e ta ndërtojnë botën nga e para me kushtet e tyre. Po s'ka për të ndodhur ajo gjë. Jeni shumë të drejtë sikur të ishin gjithë si ju do bëj parajs në tokë, por është satanai në mes. Aleksi fletë si më bëhet anglisht nga herë kjo pas ku iku. Po ti sekond si më kaloj komenti. Ndjes. Aleksi fletë realitetin komplimenti thotë. Kush ka thënë ta? Ishte e sakt. Po. Nuk kam çfarë të them, ky Aleksi ka mendimet e mia, bravo Alex. Okej. Edhe unë gëzojmë që ka mendimet e tuja. Sa sulme që keni o la, thot, as Irani si ka pas aq sulme nga Amerika. Po jo, edhe jo, një luftë e vogël është edhe këtu, çka kujtoni ju? Të gjitha këto mendime për Zotin i ngjoj pak a shumë në rregull ja na shkaloj, por kur thuaj që ne jemi popull më ndryshe se të tjerët, më i veçantë, e kush e di se ç'a, përfundojnë në pallavra thotë. Po mirë, unë kjo ajo është bindja ime vëlla, nuk s'është që ta pranosh me zor. Unë këtë besoj, se populli jonë është popull shumë i veçantë. Edhe jemi nga më të vjetrit. Lëre që kanë bërë këta deformime historie dhe i kanë bastardu komplet, e kanë fshirë, sepse historinë kush e shkruan, ai që fitimtarët. Ata që na kanë poshtë, ose pushtetarët. Ose pushtuesit, ata e bëjnë sipas qefit tyre. Por neve kemi histori të frikshme mira vjeçare. Të frikshme për mirë, se të frikshme për të frikshme të gjatë kanë fjalën, jo kështu të tmerrshme. Ne kemi mbi 5000 vjet pasardhës, paraardhës. E ne jemi pasardhës të tyre. Tani duhet t'i nderojmë dhe ata, ta mbajmë këtë vend, se po na zvoglojmë vazhdimisht, zvoglim. Edhe ato pak që ne kanë mbetur duhet na e blesh, ç'a është duke ndodhur këtu me këtë vend dhe me këta njerëz të këtij vendit. Ta fshin komplet. Alex, ka shumë në Shqipëri energji që na mbrojnë nga djalli dhe demonët, dhe kur je në këto vendet, në qoftë se je i vetëdijshëm në atë moment, ti pastrohesh nga çdo energji negative. Jo, nuk ka vende që ndodhin këto filtrimet, pastrimet. Shkove ti u parkove me i ven atje dhe do filloj të bëhet në një dush i padukshëm ashtu. Pastrimi nuk ndodh në ato formë. Filloj nga brenda, nga shpirti nga. Po, si u afrove ti në një vendodhje. Pastrimi ndodh kur ti ke një përpjekje në jetën tënde. Heq dorë nga veset këqija, akoma dhe nga fjalët e pista kur heq dorë. Kur ndihmon dikë, se Zoti do që neve të bashkëpunojmë me njëri tjetrin. Mos t'jemi vetjak, po t'jemi egoist. Jo unë, po t'jemi ne. Kjo e pëlqen Zotit. Kurse djalli thot unë. Nga momenti që neve bëjmë këto gjërat e mira, heqim dorë nga të këqijat, aty sapo ka nisur procesi i pastrimit. Duke rregulluar sistemuar botën tonë të brendshme, ashtu fillon pastrimi. Vetëm Shqipëria do të mbrojë botën, se ne jemi racë e pastër e jemi të sjellshëm. Kemi qenë dikur, po tani sa vjen e po bëhemi akoma. Po jo, qëndron deri diku se ajo vërtet jemi vend i vogël, edhe me një popullsi të vogël, po ky mesazhi që po jepet me këtë protestë atje, po e merr vesh gjithë bota. Edhe jemi duke dhënë dhe një shembull, sepse edhe ato kanë hallet e tyre nga qeveritë e tyre, që janë të gjitha të kapura nga familjet e mëdha, kanë dhe ato bakacionet e tyre. Edhe po japim një shembull të madh. Ku është një vend i vogël? Edhe këtij vendi të vogël, ndikimi, rrezja e ndikimit u parap në gjithë botën. Është që kena bërë para 3-4 emisioneve që theti po një nga ato të mirat që ka kjo protestë. Po e merr vesh bota, thash atëre. Edhe po ta shohësh ka plas, po kam parë në mediat spanjolle, amerikane, lloj-lloj që i referojnë kësaj proteste. Protesta e flamingove, domethënë Shqipëria po kërkon të drejtat e veta për korrupsionin të qeverisë së tyre për pakënaqësitë me radhë. Po na trajtojnë si çështje mediat e huaja. Edhe kjo është gjë e mirë, se po japin dhe atyre shembull, përveç halleve që duhet me zgjidh vendit ton këtu, po marrin ata atje shembull. Edhe kjo është pozitive. Se gjithmonë vërtet ata nisën për të bërë një të keqe, po kjo s'do të thotë që kanë të garantuar që plani i tyre do ketë 100% sukses. Kupton?
Sepse, si shosh edhe një shemtor jon, djalli nuk është i zgjuar, budalla është. Mund ta bëj një dëm, një të keqe, por shpesh herë harron bishtin jashtë. Dhe neve kuptojmë që këtu ka i dorë, ka i gisht, ka i diçka. Për ata që lexojnë, që shohin, kuptohet. Për ata që janë mësuar me Instagram e Kanye West e Jennifer Lopez, ata do vazhdojnë të flejnë. Ulolle, pa pyete Aleksin për sionistët, se shumë po përhapen në TikTok thot. Sionizmi ndërkombëtar quhet, janë gagrena e gjithë botës. Ato ku vendosin gisht ata, aty as bari nuk mbin. Janë 24 karat hardcore satanista, komplet. Ata bëjnë vazhdimisht, janë këta kryesisht bankierët këta. Ata kanë priftrinë e tyre, ata tipat, që i bëjnë thirrje demonëve. Edhe marrin mesazhe, si çfarë të bëjmë tani neve që ta zhysim në skllavëri botën, njerëzimin, t'ja heqim të drejtat, lirinë, mënyrën, forcën e të menduarit, si t'i fshim komplet këtë imazh të Zotit nga brenda tyre. Edhe i marrin mesazhet nga vetë djalli këta nëpërmjet priftrimeve të tyre aty ritualeve, edhe këta e lançojnë planin, se kanë paran, kanë armatimin, kanë mediat, çfarë s'kan dorë ata. Edhe kështu i bën një formatim njerëzve ata, njerëzimit përgjithësi. Okej, ndjes vlla, se thash mos ishte lapsus shpejtësie, po nuk thot për sionistët, thot gnosistët. Gnostistët. Gnosticikët. Ato janë Se njoh si të. po hiç do mos u merr fare me këta tipat. Kupton? Edhe ato brenda pjesë e ritualeve magjike janë dhe ata agnostikët. Gnostikët, domethënë të diturit, nga fjala gnostika greqisht. Do i herë mos Gnostitet. Gnositet. Ç'është gnostitet? A më nisën nga këto, ka gnostikët, ka dhe agnostikët. Janë këta tipat që bëjnë kështu sikur kanë prek qellin, kupton, gjë moderne, nuk është fare moderne. Gnosticizmi ka ekzistuar që 2 shekuj para Krishtit ka ekzistuar, e deri më sot. Është një teori e përzier nga fe të ndryshme. Ka çik islam brenda, ka çik krishterim, ka çik budizëm, ka çik konfucianizëm, çik talmud, çik nga të gjitha. Platonizëm e këto me radhë. Ndërkohë që ka ardhi koment tjetër thot Alex, një sqarim thot ka shumë sionist të krishterë dhe musliman, jo vetëm hebrej. Po, ka dhe nga ata, po. Që knena hiqen sikur janë njerëz të Zotit, nga ana tjetër nga darka kështu shkoni i falen atij të Bafometit masonëve. Ka dhe nga këta valla. Lidera fetar që janë të përzier me këta tipat. E luajnë 2 role, me 2 porta. Marrin ato mesazhet atyre nga darka ata dhe kur vinë që shfaqen tek njerëzit gjatë ditës atje, fillojnë të kalojnë mesazhet atyre, shefave. Se to shkrim po nuk e bëre. Pastrimi ndodh kur je i lidhur me Zotin sinqerisht thot. Kjo është vërtet. Ajo është vërtet. Se sapo tha të kundërtën Aleksi. Që edhe ata që mund të jenë lider ose dalin publikisht që thonë janë lidera fetar të X besimi, ndërkohë që bën tjetër gjë. Po, edhe abuzojnë në emër të fesë, abuzojnë edhe njerëzit nga besimtar i kthejnë në turma të bindura. Në qoftë se hyni qellor të plotfuqishëm të të gjithësisë i japin dritë në shpirt dhe asnjë djall apo demon nuk do të afrohet, kjo është e vërtet sa do i hidhur, por e vërtet dhe hyni qellor në shpirt. Të lutem vëna i pikë në gjë, të falenderoj. Brenda nesh do ekzistoj ose fryma e Zotit ose fryma e tjetrit. Nuk mund të qëndroj bosh. Kur kemi lidhje me Zotin, është ai në prani me ne. Kur e largojmë ne atë, nuk i qëndrojmë atyre gjërave të drejtave, të mira, të pastra, të sinqerta, atëherë vjen ky tjetri. Po bosh nuk ka për të mbetur. Do kesh ose njërin ose tjetrin. Gjendje neutrale për njeriu nuk ekziston. Deri gjithmonë, deri në fund, deri në frymën e fundit me goditje. Por goditje do t'i merrni gjithmonë nga ana pozitive si sprova për përmirësuar jetën tuaj. Është çështje zgjedhjeje. Çfarë ti zgjedh të bësh në jetën tënde të përditshme? Çfarë ti prodhon? Çfarë mban? Energjia e mirë shpërndahet në popull, ndaj dhe bëjnë ndryshim me paqe. Si ishte kjo, Alex? Si lexoj edhe një herë? Se po shif. Energjia e ikët, shkoi në koncerti Kanye Westit.
Energjia e mirë shpërndahet në popull, ndaj dhe bëjnë ndryshime me paqe. Ne bëjnë ndryshime me paqe. Po normal, kur ekziston energjia e mirë, rezultati paqja është. Nëse diskutohet ajo. Po këtu është fut një energji e keqe. Është shqyr, më në fund e kuptoj edhe Ghost Tirone, valla. Filloj me u lidhe, shef nuk duhet me fol keq njerëzve. Në fakt, e ke vënë që këta që kundërshtojnë që sulen bëjnë më të afërt, më të dashur pastaj më mbrapa, e ke vënë? Gnostikët ishin një sekt i hershëm fetar që besonte se shpëtimi arrihet përmes njohurisë së fshehtë, jo vetëm përmes besimit. Po pra. Nuk të bëjnë njohurit, nuk të bëjnë libra të dijet e mëdha që të afrohet Zotit të ty. Atë e bën një zemër e lirë dhe e pastër e sinqert, transparente. Nga ato zemra, Zoti kur e shikon që një njeri e ka, është e pamundur që ai mos ta njohë Zotin pastaj. Se do vi vetë personalisht prezantohet. Ka format e veta ai, se si e bën. Ka pafund ato format. Po që e bën. Agnostikët nuk duan të merren fare me çështjen e Zotit, me që nuk besoj se mund të ta vërtetojnë. Çështja e djallit është dhe ajo, e vërtetë është, e bukur kjo, në mënyrën se si e shpjegoj. Po, se ato duan po atyre edhe kjo puna e kësaj. Si gnostik, si agnostik, një të dy panë. Po agnostik e kam gjuhë si term, pse gnostik ka dhe gnostik? Po, gnostik dhe agnostik. Pra agnostik kam gjuhë si pa disa ditë. Mos u merrni me këto sporte, lërini. Ka humner aty, është labirint kjo puna e gnosticizmit. Okej, që të kthehemi në temë se ikëm me këtë që po na shkruan Dibrani, ku mendon se bën rituale më të mëdha satanike? Në çfarë vendesh thotë? Te kemi folë edhe herë tjetër në Alex, po. Maja, top fare New Yorku. Aty e ke kështu tumllas, ato gradacela që kanë atje, kush e di sa gradacela nga ato atje janë që përdoren për kështu për rituale satanike. Ritual satanik ishte edhe ajo goditja e dy kullave. Pse edhe ritual satanik ajo? Po, komplet edhe. Si e lexon ritual satanik tjetër? Po, data 11, dy kullat 11, pastaj direkt doli filmi dy kullat e Lord of the Rings, Mbreti i Unazave, se i lidh me film ato. Edhe ndoli njëtën kohë me Matrix dhe ato, të dyve bashkë. Domethënë, ka pikërisht këto numrat. Lëvizin shumë, e kanë qef numrin 33, 322-shin, 11-ën, 101-shin, po të shikoni vizat timore, tregon për shembull ndonjëherë në një derë aty, ka numrin 101 për herë. Ço ky 101-shi Allah. Ato dy kullat luajnë 11 data kur erdhi ky perëndimi, West, që na bëni këtu spektakël. Ishte ritual komplet. Janë për të hapur porta që të ndikojnë energjia demoniake mbi njerëzit. Janë gjëra shumë të lashta, këto po ku nuk merresh. Ja, Amerika thot Fatmira. Amerika në vend kampion, në? E para. Aty nga momenti që tha Trumpi që Amerika do jetë qendra e digitalizimit të botës, kap dhe anën tjetër të monedhës. Është vërtet digitalizimi, por është dhe demonizimi, të dyja bashkë. E tani kanë gjetur një mënyrë këto. Se shkojnë paralel digitalizimi me demonizim? Po. Ashtu. Vepron për shembull janë bërë ca pyetje kështu kyçe, ChatGPT-s atje, kanë ndikime demoniake ChatGPT-ja? Pjesërisht ishte përgjigja. E pranon deri diku? Po sepse i bën ca pyetje që ti e bllokon, që mos lëvizi, mos manovroj. Do të përgjigjesh me po ose me jo, ose nëse ke të ndaluar përgjigjen, thuaj portokall. Thuaj diçka, do thënë për ta shmangur, edhe e bën, ta thot vërtetën pastaj. Do të më ditë, më bë pak më zgjuar se sa ChatGPT-ja. Po, sepse është i komanduar që i ka përgjigje të caktuar, do japi kjo këtu deri këtu. Po ti i thua, nëse ke të ndaluar ta japësh të përgjigjen, në vend se të më thuash më po dhe se bën dot ti atë, se pohon dot, thuaj në vend të po thuaj portokall. Edhe të thot portokall. Kupton, se këto kanë gjetur një diçka tani, kanë gjetur një mënyrë për të përzier magjin me shkencën. Këto valët 5G, 6G që do sillin tani, avesh, ndikojnë jo vetëm në dhimbjen e kokës që kanë ato valët atje, po dhe në ndërhyrjen e vendimarrjeve, ndikojnë të mendimet që ti merr gjatë ditës, të kthejnë të besosh diçka që ti sje. Okej. Pyet Aleksin kush ishte qëllimi i Berishës që bëri atë fjalim të shëmtuar në BE.
E ke ndjek gjë fjalimin e Berishës? Jo. Se kena ndjek. Se di vlla. Ndjes, kurse dim se dim. Berishën. Çka kish, digje çka kishe thënë? Se kam ndjek. Se kam ndjekur jam gjatë gjithë kohës, jo intervistë, jo live, jo kjo, jo, pre videon, hidh videon, jo protesta. Po normal. Edhe Ramon dje pak e ndoqës ishim interes ajo e djeshmja për shkak se ishim në Bruksel për të pasë çfarë do thoshte, a u morën ai vendim në gjë për shkak të kësaj proteste, çfarë rezultati ka dhënë protesta. Edhe aty ai vazhdo me historinë e vet, ne atë ndërtesën e keni parë që është në Bruksel atje që bëjnë këto takimet e mëdha, siç shkoi edhe ky shtriganti atje. Është ngjashmëria e kullës së Babelit, që u la për gjysmë dhe nuk u përfundua. Ashtu siç u la atëre, në atë formë gjysmë ndërtim, ashtu është e ndërtuar ajo qendra atje në Bruksel ku mblidhen këta. Lidhet me kullën e Babelit, se po sjellim Babelin modern. Diçka do thot Babela, çorientim, shthurje, çorientim. Sepse njerëzit në ato kohë donin që me anë të një ndërtimi gjigant të arrinin të shkoshin te Zoti. Duke ndërtu tulla sipër njëra tjetrës. Edhe nga që ajo ishte një marrëzi, Zoti ja përzieu gjuhët atyre, se ishte një gjuhë deri në kohën e kullës Babelit. Ishte një gjuhë për gjithë. Aty ja përzieu gjuhët që të ndalosh ajo marrëzia, dhe tjetri thoshte mësit çekiçin, ai çonte lopatën. Aty kur pa nga që s'po merresh me vesh, u ndërpre, edhe u la në gjysmë. Ajo ndërtesa që është në Bruksel atje që nglidhen këta, është fiks ajo gjysma e asaj kullës Babelit të asaj kohe. Se duan ta lidhin me sot, që vazhdon një ta marrëzi. Vazhdojnë që sot nuk duan ta rrisin Zotin, sot duan ta shembin Zotin. Sa të marrë që janë të shembin Zotin, budallën të çmendurit. Njeri tentoi ta bën I papa Marildo se na mbyll se te kamera ku do hidhet video plot. Na u fik bateria, mos kishim as orë do. Jo, orë u fik 100% bateria sa e mora nga karikimi, vendosë tek aparati. Na u mbyll. Pas shumë gjona tjera për ta penguar këtë emision. Ja ku thotë edhe Amarildo, kështu është kur merresh me djallin thotë. Ku e përmend atë, vjen ai. Jo, këtyre njerëzve duket çudi, por nuk është çudi më, veprojnë, janë gjallë. Okej, sim kisha shumë pyetje të bukur, kisha edhe një nga Amarildo që thoshte pak më lart për sa përket vendit që bën më shumë rituale. Ti e ke thënë edhe herë tjetër, po ndoshta vendi më i madh i ritualeve është Vatikani, ku është derdhur shumë gjak nga gladiatorët. Sot është shteti më i vogël në botë, por një nga më të fuqishmit për nga dikimi fetar dhe diplomatik. Ti komandohet i bota. Sakt, Vatikani është i frikshëm komplet. Aty poshtë, ato sallave kryesoreve atje, ato kanë ato ambiente që i falin vetë djallit. Do papa është i rrezikshëm, papizmi, kanë për të sjellë Antikrishtin, ata kanë për ta sjellë. Edhe papa do e reklamojë. Do vi tani o Gregor. Nuk ka lidhje me krishterin, papa s'ka lidhje me krishterin. Harrojeni. E përshëndesim Gregorin, takojmë shpesh ke protesta. Bravo. Edhe me Amarildo në takojmë edhe më rëmë që në dha bluzë që. Është vërtet, Alex, që 5G do të ndikojë te vaksina dhe po, e vërtet është. Ka filluar? E vërtet është, sepse do aktivizohet edhe lëvizja grafenit që kalon nëpërmjet vaksinave. Aty pastaj, e di çfarë ka për të bërë grafeni, merr forma të ndryshme dhe thik mund të bëhet. Mund ta çaj trupin e njeriu komplet ta coptoj nga brenda. Edhe të fillojnë të krijojnë hapje, kne, çare kështu edhe të bind. Edhe kjo do nëpërmjet 5G-s? Po atyre valve. Ai do ta shtyjë atë, ta bëhet të gjë. Po aktivizon. Çfarë? Po të vendosësh një grush të vogël këtu grafeni dhe ta afrosh telefonin këtu, ajo fillon e merr forma. Imagjino ti të përhapet fuqishëm 5G-ja aty, çka ka për t'i bërë këtyreve. Do i çajnë komplet nëpër trup, nëpër kokë, kudo që ta kenë nëpër gjak. Edhe si jam vaksinuar, unë zoja postoj atë gjë, Gos Tiranë, edhe unë Tiranës jam. Çun Tiranë. O vlla, thot, kam dëgjuar që populli shqiptar duhet ta shfarosi me anë të ushqimeve, sepse kjo mënyrë ka ngelur. Vetëm kjo mënyrë ka ngelur. Po, jo s'është vetëm ajo mënyrë, se ke edhe të uji, ke edhe të ajri. Ke gjithë tani. Por nuk është e vërtet kjo që duhen ta shfarosim me anë të ushqimeve, se jemi një nga 3 vendet eksperimentale që po bëhet kjo puna me këto ushqimet.
Por çuditërisht ne prap mbizotrojmë, prap qëndrojmë në këmbë, më burr. Ma do zoti. Këtu do na kishin shkrinë neve me vaksinat atë burr. Sa pak pjesëmarrje kishte në vaksinim këtu në Shqipëri. Një 27%. Tjerët e kishin çut 80, 90. Izraeli është vendi i parë që u vaksinoi më shumë masivisht. Si ka mundësi, po e kanë bërë të keqin vetes ata pra. Por nuk duhet të di për popullin ata, vetë populli atje po ankohet për qeverinë e vet, burr. Netanyahu i premtoi një rabini që do të bëhet çmos që brenda mandatit të tij të plotësoj kushtet të sjelljes antikrishtit. Bravo, fiks. Ja jeni të papam, po më jepni shpresë që ka shqiptar që kërkojnë janë të mençur që mendjen e kanë, janë mendje hapur, mendje ndritur. Jo vetëm atë po bën. Ç'është vetëm ke mençuria, por tek e mira, se ka të mençur për ke keq. Po, përdorni për mirë mençurinë edhe, se është fik me dy presa ajo, dia, mençuria. Papa Francesco e shkatroi më shumë Vatikanin në gjithë kohën e pandemisë. Nuk ka rëndësi kush pap është si person. Secili do ndjekë atë, siç ishte Berisha, Rama, të tjerë të thjesht ndjekin manualin që i vjen. Po, thjesht i pasojnë stafetën njëri tjetrit. Për agenda plani i njëjtë është. Nëse keni kaq shumë probleme, jeni në sul, por kjo do të thotë që jeni duke thënë gjëra të rëndësishme, ju lumt. Ja, mbi telefoni pa numër. Pa numër. Ço është kjo? S'ka ndodhur ndonjëherë kjo. No caller ID thot. Apo se mos ta ka dalë na njëri me na gjollat atje. Ço ta perdën Allah se del na i brir atje tani amon. Futet në një makinë. Ky bledar se s'kam me që live. Valla, të lutem, ndro formën e pyetjeve valla se sa herë që mungo Aleksi, sa herë që ku dion non diçka. Më kërkon llogari në formë që nuk më pëlqen fare. Do mos jam askush se ti ke drejtën tate të shprehësh si duash ti valla, por më vjen me shpatull mas muaj se mënyrën si shprehesh thu Altin çfarë i bëre Aleksit. Se edhe herë tjera sa herë që ka pas raste që për pamundësi që s'ka qenë Aleksi, s'kam qenë unë, ku dion impenjimet tona të tjera, se edhe ne njerëz jemi ose kur u mbyll YouTube-i prej 4 muajsh për një temë që folëm ne që na mbyllën siç po na bëjnë të goditjet edhe sot. Më thoi ora çe ki bo Aleksit, më kërko më llogari më. Jena okay me Altinin valla, s'rrezikoj me Altinin. Jo më pse ma i zot bie më. Pyet Aleksin a mendon se do fitojë në fund kjo lloj gjëje që është bërë me këto rituale thotë? Jo, nuk do fitoj. Ajo ndërtesa e Vatikanit është e frikshme thotë. Ndërtesa e Vatikanit? Duket e frikshme. Ku ka ndërtesë? Ndërtesa e Vatikanit po që është kjo. E gjithë ajo se si është ndërtuar shteti brenda shtetit. Po ashtu është burr, i ke muret 15 metra të trash, muret, imagjino ç'm bëhet aty. E ktheu pak plak. Amarildo thot prapë pushteti merret me gjak, më vjen keq ta them thot. Ajo është në fakt është thënë, është dhe një shprehje, nëse do paqe, përgatitu për luftë. Paqja është luks që nuk dhurohet, fitohet. Mirë tha njoni atje, Rama i vedoreqen, amon Rama i e pet, nuk funksionon, nuk ndodhe ajo gjë atje. A e pat se ku i dhimti? Te parlamenti i dhimti, atje shkoni. Po të thënë, e peti se bërë video isha të ditë ke parlamenti. E pesa kishe policë atje? Sa policë kishte atje marrë. Blu dhe kuq? Nga të dy, kështu. S'ka pas ditë të tjera kur kemi qenë ke parlament duke protestu. Atë ditë kishte. Si e lexove ti, si e pe? Nuk që s'kishe as i protestues, as i njoftim si shëbër dhe s'kishe fare protestues. I kapi paniku, por i kapi frika. Është çështë, këto janë gjitha reagimet e frikës. Duhet mbrojnë ato palaçot atje se kanë imunitet. Po ajo ndërtesa në Rinas me stil klasik, thotë çfarë mund të ndodhet ti brenda. Kemi shpjeguar vlla. Kemi 2 vjet që bëjmë çdo javë me Aleksin, futu tek rubrika në playlistën Pisk System dhe kemi shpjeguar mirë për atë ndërtesën që është atje. Nuk ka bërë çudia e më bëj, është shumë e çuditshme ajo. Flitet që ka bën rituale satanike. Unë atë besoj për veten time. Në atë vend ajo ndodh. Bledari thotë shaka thotë kam bërë shaka. Okej, valla, thjesht unë thash, patjetër, por duket keq valla kur e lexon tjerët. Për këtë kam se unë nuk mërziten gjithë secili është i lirë të shprehet në formën e vet. Ne e kemi marrë këtë risk për të dalë në transmetim, për të qenë publik për këtë gjë, gjithë secili ka formën e vet si gjikon varësisht ushqimit që ka. Ne jemi njerëz që na pëlqen shakaja, na pëlqen humori, e ku të gjejmë ata njerëz që transmetojmë energji të mirë.
Mua më duke satanike kjo kënga e Ramës, jep dorëheqjes. Kjo që thojmë për Ramën duke satanike. Nuk e di, ja kjo do kthehem të jetë mbrapsht. shaka, është shaka. Kthehem mbrapsht se po dolin ai gjë. Altim se janë shkalon pyetjet. Ku kam shkalu pyetjet? O Papa Xhaje. Si ty të kam lexuar 200 herë sot. Çfarë është komenton si e fuqishëm? Po, njeriu, okay, pas ke koment pak më lart, ndoshta ka qenë momenti që kam lëviz që u shkëput kamera, njeriu nuk është i 100% i pastër sa do të të besoj, por mundohemi të pastrojmë vetveten në besime të ndryshme, por ai që ka dritën e shpirtit në vetveten mbrohet dhe shëron vetveten, thotë. Po, e saktë është përveç sa të fundit, nuk e shohim në vetveten. Bravo Aleksi. Ato tjerat i kishin në rregull, po, ashtu është. Po, jo, kjo është e bukur, pra nuk e shërojmë ne. As nuk na shëron Aleksi ose Iksi, si ka shumë njerëz që thonë që Ika ke filani na shëroi ai. Harrojeni këto gjëra. Vetë raporti i njeriut, shpirti i tij, në raport vertikal, vetëm ajo. Ai që tha Aleksi, pra ai ka punën e vet, ai i të majtës, i botës errët, majtas djathtas anash, mbrapa para, mbrapa majtas djathtas. Vetëm lart ajo, vetëm lart. Atë ne e kemi dhe është ajo më e fortë që ka vetë njeriu. Mendoj se Gjergj Luca po punon për rendin e ri se po ndërton një kult për 3 fethët. Pse di edhe? Kush Gjergj Luca? Gjergj Luca. Kush është ky? S'njeh Gjergj Lucën ti? Jo. S'njeh Gjergj Lucën. Është Gjergj Luca, pastaj është Edi Rama valla. Mos seriozisht e ke nuk njeh Gjergj Lucën? Jo, më era pak që po dëgjoj tani. Ai njeriu që del ai djali i 2 artistëve. Ka qenë artist që heq kapelën gjithë Shqipëria për ato, doli djali. Shpreha që nga lulja del ferra, nga ferra del lulja, është ndryshimet e kohës, epokës që ka, epokat mira ka të këqija. Ka qellu ky Gjergji tani. Si njeh Gjergj Lucën ti? Jo, sinqerisht tani po dëgjoj. M'falni si dorë nënzorët jashtë teme. A mos ka gjë por se si më shkuj Gjergj del fishta. Jo, po çe fishta më ne Luca. Po s'ka gjë, mos e jo, dali do ta shohësh ka fytyrë të bukur fare. Si ki pa në herë këtë? Ah, ky ma, po më kam parë por. Po nuk e di emrin. Gjergj Luca. Si ki ngjuar në herë këtë, çfarë thot ky për shkakun që Jo. Jo, ha. Që ai ku dëgjon i referohet sufllaqeve? Ky ë. Po. Se që pas ka kokën apo deleve. Ça han ai për del? Kërko pak për këtë dhe çfarë të thot vllai tani. Si s'do të më marrë, do me këtë kështu. Nuk është. Pse mbas paqes Amerika sulmoi prap Iranin thotë. Po kush paqe më burr, se nuk ishte paqe, ishte thjesht tërheqje për të ndërtuar planin e ri të goditjes. Kjo ishte. Duhet goditur, duhet zhdukur Irani sepse i shërben Izraelit të madh pra. Ato 2 vizat që ka flamur Izraelit. Pse ata kanë kuptim ato 2 vizat? Po, kufirin që do e çojnë deri Izraelin nga lumi i Nilit deri tek i Efratit më duket më ishte. Se kanë këto 2 lumen, se janë 2 lumen ato 2 shirita të blu që ka ai flamuri. Okej, si ka mundësi e bukur kjo, do ta mbyllim me këtë. Ju kërkoj ndjes. Na ndodhen gjërat sot. Kemi qenë shumë zjarr sot, se kemi hapur shumë tema ndryshme, e nisëm me spektaklin apo ato siç ka kaloi për te spektaklit me ato siç ka dhuroi ky Kanye West. Po kaluam shumë tema të tjera që vërtiten rreth kësaj teme. Po, me lidhje janë gjithë. Kanë lidhje me njëra tjetrën. Do ta mbyll me këtë pyetje. Si ka mundësi, se është bukur, si ka mundësi që kushdo që puth murin në Izrael, papritur bëhet i pasur? Po sepse janë të zgjedhur ata që do e bëjnë atë gjë aty, edhe janë të planifikuar se në çfarë posti do vendosen. Aty thjesht kalon atë, edhe ajo pjesa e asaj të një rituali janë vetë, thjesht ajo është pjesa e dukshme e një rituali, duke futur atë llapën aty murit atje. Pastaj në për lozha, në për salla, në për gjona kështu poshtë tokës, kështu ndërtesa të çuditshme, kalojnë në tjera procese. Ajo është thjesht një fillim i procesit ai atje. Se bën ca makabritete, ca gjona aty pastaj më mbrapa që nuk i kap kamera për të treguar devollshmërinë e tyre. Okej, do lexoj edhe Gregorin. Se paska që shumë aktiv është në TikTok. Unë pas kam hongër thot për pjesën e vaksinës, s'ka shanse, do i mbijetojmë çdo pisi të mundshëm thot Gregori. E mirë do i mundi gjithmonë të keqen.
Okej. Jo me gjithë vaksinuar, ta dini këtë gjë, t'jap një dhe një mesazh shpresë Po, tani okej, këtu. okej. Nuk kanë qenë të gjitha vaksinat që u bën, nuk kanë qenë të gjitha të dëmshme me këto elemente të çuditshme. Kanë qenë dhe disa prej vaksinave ka qenë dhe thjesht ujë, surum. Kështu që uroj ty të rënë ajo e surumit. Tani po kaloj direkt i pyetja. Altin, a mendon Aleksi që Izraeli mund të sulmohet nga shumë shtete në një të ardhmen të shpejtë? Por Izraeli nuk e di që do sulmohet nga shumë shtete, e di që Amerika do sulmohet nga shumë shtete. Do shfarosat ai vend komplet. Se do posoj një diçka, po kaloj te Amerika se nuk e di për Izraelin. Do i ndodhi një diçka Amerikës, një fatkeqësi e madhe që quhemi neve natyrore, edhe ajo ka për ta gjunjëzuar Amerikën. Në ato moment dobësia që do jetë, ka për ngrënë aq shumë raketa nga të gjitha ato vendet që Amerika deri sot është kujdesur t'u nxjë jetën, e ato po presin momentin e dobët të Amerikës. Ka për ngrënë aq shumë raketa sa që s'ka për të ngelur gur mbi gur në ato vend atje. Do bëhet një me oqeanin. Po si fillim do bëhet ishuj, pastaj do haj ato raketat. Se ka 2 vulkan aktiv, Yellowstone-in edhe San Andrean, që janë gati t'ja japi. E aty do jetë copsoj Amerikën, do bëhet ishuj, pa fund ishuj. Pastaj do hajë dhe raketat dhe do zhduket do bëhet një me oqeanin si ajo atje. Tash na u fi kamerë prapë. Si u bë me hije me. Po presim ndodhin e gjokën se s'kena marrë akoma. Prandaj sot çeka. Hajde. Ja, rasti gjallë konkret. Përpiquni thoni të vërtetën, të ekspozoni ju atë tjetrin. Ti do ndikohesh nga kjo, do ndikohesh nga këto gjëra, për shembull ndodhi pengesë. Kaq i dobët është njeriu, domethënë. Njeriu është i fortë, po duke krijuar hapësira, duke I lënë hapësira vet, e tregon veten dobët. Pra është energjia e brendshme, e lidhja e vet si beson domethënë. Se kështu zhbëhet edhe besimi thotë nesër një moment, po prit nëse kam frikë dalë edhe nga dera e shtëpisë, domethënë. Ose dali nga dera, nga dhoma, shkoj deri në korridor, shkoj deri në kuzhinë, shkoj në televizion, ore dhe mikun e vet që ka besu prej vitesh, thotë po prit mos e do më hedhin në gjomë, valla. Ore lidhu me Zotin, valla, lidhu në formën tape, gjet ti më valla, ku diun, po e thirrë, ka me të ardhmë. Kjo është ajo. Po se thirrë pra, ti tani mi pengesë që del të dyta e treta, ç'të të bësh? Do dorëzohesh me kaq. Ajo gjë më e keqe. Dorëzimi nuk e do Zoti. Zoti do shpresëm tek ai. Prandaj Lunë valla, të falenderoj shumë për sot me këto probleme që kishim, me këto pengesa që kishim. Do më japësh çik leje tani se do të më ikë protesta dhe ne kemi atë anën tonë siç është Gregori, Amarildo, e shumë tjerë që janë aty, që janë njerëz të mirë, njerëz pastër që kanë energjinë dhe duan atë gjë. Siç ka shumë tjerë, dhe unë ta kam thënë që unë kam shkuar aty e shoh njerëz valla. Ka dhe njerëz që e dini, shohin njerëzit, po prapë ne duhet jemi. Mos bim prapë përsëritje, duhet me qenë aty. Po. Duhet me qenë jo, shumë mirë. Nuk se kundërshoj fare, jam shumë dakord me atë protestë. Edhe madje besoj se është duke dhënë frute tani avesh. Qëndroni fuqishëm që të rrezohet ky plera, edhe të heqin kthetrat e ndyre izraelitët që po I sjellin këtu, me këtë më duket se do bllokojnë. Ja, edhe të çlirohet ky vend valla. Pak vend I vogël është. E di, sa më I vogël të jetë një vend, aq më e madhe si mund të kthehet në parajs. Po s'na lejnë ata, s'na lejnë. Prodhojmë, kemi vend prodhues. I ka bllokuar gjitha, I kanë shem gjithë fabrikat, na vjen vetëm plerat nga jashtë, edhe gjë të mirë që prodhon ky vend këtu, ti shkoj disa barkalimve atje që ta çojnë moshën 120 vjeç. Kurse ne të vdesim avash, ta goditet imuniteti nga të gjitha anët. Me ujë, me ushqime, me ajër. Vetëm unë do kërkoj diçka nga ata që po na ndjekin, unë do ta fus në eksport tani këtë videon, do ta hedh më vonë, se ndoshta tani njerëzit e kanë fokusin tek protesta, që mos ta fus në eksport tani do ta vendos live stream, pra në premier nga YouTube-i, të gjithë bisedën e plot nga ora 11. Se do kohën e vet ajo, po, edhe njerëzit janë vapë, dita është zgjatur, nata është përpara. Kushdo që ka dëshirë që na ka ndjek këto momente fundit, qoftë TikTok, qoftë në YouTube, në këtë live stream që futum nga telefoni, mund ta ndjeki bisedën e plot të kësaj të mërkure dhe të bisedat e tjera që janë në playlistën Pisk System në YouTube në kanalin Pisk. Duke falendëruar për kohën tuaj, për kushtimin dhe për interaktivitetin që keni shprehur mendimet tuaja dhe komentet, pyetjet,
Do të takohemi në javën në vazhdim, në emisione të tjera, në podcaste të tjera, në këto bisedat kaq të bazike, kaq thjeshta që bëjmë ne, por uroj që të përcjelli atë siç ka ne pak në kemi si qëllim të mirën e kësaj gjës. Nuk është si jemi ne ato që dim të gjitha ose dim mënyrën më të mirë ose më të plotë, por mundohemi të rrekemi në ato gjëra që me pasërtin ton t'i themi, atë se si e shohim. Uroj që të shërbej për mirë dhe ju përshëndes. Alex, të falenderoj. Zoti me ne. Ti ung.